mua më ka bërë ky që jam sot kur na ka ndodhur ajo, më ka thonë Mat, më mbaroi jeta. Edhe unë që bëj një pyetje, kam tek gjë djemt, jo tha, tu thap goja, e po pikërisht është. Si mendon ti që është patrioti mirë, tamam, ashtu siç duhet, ashtu siç ti e sheh patriotizmin si koncept. Neve më se s'ka patriotizmi brir. Çohesh në pikë sabahut bësh 3 punë, që mos vjedhësh. Lumsi ai që është i vetëdijshëm, se kur nuk do mprehet në hijen e pemës që rrit. I thot një DJ dasmash vlla Ema Andreas, hajde ti tek trajnimet e mia, Emës vlla. Kinotekën sot, drita në çdo sken, 120 minuta mendime që s'len, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Miqtë e mikesha të Kinotekën Sol, mirë se erdhët, është ky episodi i një radhës, takimi ynë i përjavshëm së bashku me kolegun Egon Loli si për herë. Hej miq, të dashur miq, ju përshëndes. Nuk e di nëse ju mori malli që t'ju them, mua më ka marr malli për ju, se më merr malli çdo javë dhe mezi pres ditën e mërkur ora 5 që ne të ritakojmë. Marrje malli zinxhir. E vërtetë është, e vërtetë është. Nun sot kemi marrë, domethënë, më saktë një mikun tim, do për qef. Do besoj është miki të gjithëve. Miku jon. Miku jon. Shpend Gashi me ne në Kinotek. Është kënaqësi. Mirë se na erdhe shpend. Është shumë kënaqësi, edhe nuk e them për hipokrizi ose atë politikisht korrekt që edhe kur shkon në emision që thua pse drejqen vajta, ja pranova e thash po dhe thua kur thot atë prezantimin. Eksperti i gjithologjisë, i gjeologjisë bërthamore Shpend Gashi. Jam i detyruar të them falënderit edhe për mua respekte, po jo, ky nuk është rasti. Okej, na bëhet çefi dhe urojmë të jetë sinqert kjo. Po zotin është shumë i sinqert sepse Shpend habitemi se na e thon shpesh që ua, keni një energji shumë pozitive dhe tani na duket e pabesueshme. Domethënë energjinë që gjej këtu. Ore mos po talleni ju kur na thon keni energji shumë pozitive. Ore seriozisht e keti apo tallesh Shpend? Jo vlla, energjinë që gjeta këtu e kam si me arte podcasti im, të tru podcasti. Është e njëjta energji dhe aty, domethënë njerëzit vinë 3-4 orë, 5 orë thon se iku ora. E vërtetë është edhe këtu. Ja, fjalë të tilla duam të dëgjojmë. Iku ora domethënë u kënaqem ose nuk ka se thosh mos thuaj këtë, mos thuaj atë, mos bëj këtë, mos bëj kështu, mos bëj ashtu, se do themi këtë, do dali këtu. Është bisedë e lirë dhe në fund ditës podcasti pra të punë është bisedë e lirë. E vërtetë. Ne bëjmë këtë diskutim edhe pak përpara se ne fillonim që duket sikur ka një keq interpretim të podcastit në Shqipëri. E para i herë janë hapur si ato kërputhat pas shiut thuhet? Po. Po nuk ka kaq shumë sa nuk është aq aksidentale kjo. Unë nuk mendoj se është aq aksidentale hapja e këtyre podcasteve. Unë mendoj tjetrën që duke ditur që neve të tre vim nga media. Të tre punojmë në media. Part-time, full-time, pak rëndësi ka, e kemi prekur si analist, si moderator, si gjitha. Patjetër. Media ka vdekur, vlla. Po ti shikosh gjitha media ta me minus. Po thua financiarisht apo po thua financiarisht, po. O Egon. Po çosh pasqyrat financiare të mediave janë shumë keq në raport me çka kanë qenë. Po mirë, si vazhdojmë? Bra, kjo është ide. Si funksionojnë këto me minus? Po sepse kanë, më thënë, janë pjesë e grupeve vlla. Që do të thotë një biznesmen, Shpendi ka ujin këtu, ka Molton këtu, ka telefonin atje dhe janë 3 portofola. Çfarë do thotë 3 portofola? Nuk mecën kjo. 2 portofolet e tjerë prodhojnë një pjesë të teprizës saj, kaloi kësaj vetëm për të qëndruar. Pse? Sepse media është pushtet. Ata nuk punojnë për lek vlla. Ata punojnë për pushtet. Tani, a i jepet pushtetit gjithëve? Pyetje. Sa të çmendur kemi nxjerr neve njerëz që kanë pas pushtet këtu. Po ti rëndisim 100 vjet shtet që kemi, nuk kemi pasur një normal, gjithë psikopatër, gjithë smur. Edhe nuk është e kot që e thon jepi dikujt pushtet për të parë se si është realisht. Po më thonë si puna e alkoolit, nëse ti pi me mo alkool, do shikosh që unë kam pjenë mirë se karakteri im nuk është i vrazhd. E kam me dashuri, një tjetër të njëjtin alkool e kam me sherr, pra amplifikon atë që je ti, nuk është se pushteti ty të bën të keq. Është vërtet. Se kanë fol mira filozof që Platoni thoshte. Jo, nuk të bën keq, po thjesht tregon atë që je. Pikërisht pra. Ose janë delir dhe njerëzit këtu janë delir. Por problemi që ti qëndrojmë asaj pyetjes tonë. Po, te media. Te podcasti, te media. Te podcastet. Meqense media po vdes, këta duan të mbajnë statusin e tyre civil, le ta quajmë. Çfarë do të thotë statusi civil? Duhet të jenë prapë në lojë. Ka krijuar një metamorfozë gjëja, pra mediumet janë transferuar në YouTube, në Spotify, në rrjetet sociale, dhe këta e kanë humbur pushtetin. Pra ti po të shikosh sot
televizioni, se s'du me përmend emra me ju prish juve punë të gjitha, televizioni emisione që janë 30 vjet në treg, ti po shikon që po sillin majmun aty. Te bila funksional që bërtasin kot në për studio. Pra, është ajo shpreha, fshati digjet, ajo shoqja krifet. Pra, ty po të vidhen 200 milion euro ditë për ditë tendera dhe ti na bën neve promovimin e turizmit shqiptar. Ti 32 vjet. Në vërtetë, kjo është një farë cinizmi i madh karshi publikut. Jo më vlla, kjo është përshtym. Kjo është përshtym, si hapet ti emisionin. Ti hape emisionin, më ka marr mallit, ju them që më ka marr malli për juve. Ai e shikon publikun e vet si sklavë zotëri. Ai jo personi më. Ai dhe të gjithë ata që mendojnë si fenomeni, po. Ai e shikon për ti përshtyr. Dhe ka rrezik që edhe ne po të ishim atje do të funksiononim njësoj sepse është modeli i tillë, pra është klapa e tillë. Jo, prandaj lind nevoja e podcasteve. Jo vlla, për shembull, unë kam trajtuar te Oponenca News 24, është podcast televiziv. Nami le të bëhet atje për primet për të gjitha. Unë kam thënë është podcast televiziv. Nuk marr këtu njerëz që të shahen me libër shtëpie me njëri tjetrin, se doni klikime. Është shumë e thjeshtë vëlla. Të bëjnë tjerë çfarë duan, shpendi nuk e bën ata. Nuk është interesi me përplas vjolen me egonin. S'kam interes, nuk marr kënaqësi. Unë du me nxjerr 2 gjona, 3 mesazhe. Eksakt, se kjo i mungon sot medias. Kanë ardhur personazhe për shembull Olsi Azexhi. Ka ardhur te podcasti im gjithë e urrejn vëlla. Kur vjen puna, Olsi nuk qen ka aq i keq sa e mendonim neve. Po normale më çfarë preti nga Olsi kur moderatori dhe 4 ftuar i ngren kurthe. Mos të mbrojë Olsi, mos kundërsulmoj. E vërtetë është një gjë që ndodh. Është e vërtetë është kjo. Përmendë një pjesë, duket sikur po hapen podcaste kaq shumë që të zëvendësojnë në një lloj forme ato që po i mungon sot nga media. Unë mendoj tërësisht të kundërtën, mendoj që kjo tendenca për tu hapur kaq shumë podcast është bërë shumë komerciale. Pra, njerëzit po e bëjnë për të fituar se ju duk një formë e mirë parash, po nuk ka as sens as thel pjesa më e madhe. A folëm që parë kur ishim duke të mosur një cigare që na bën dëm dhe lieni duanin çuna mos. Çuna dhe goca, edhe adoleshente se edhe po ta themi ne që kemi që 15 vjeç që kemi filluar, është të mërshme, a kupton që hipokrizia, është ata. Jo ti mirë se çfarë po ti mosnim, se për një moment thash, po ti mosim cigare, po e kapa dhe unë atë, e kapa dhe unë se fillojnë pas e bëjnë këto skupet, po ti mosim cigare. Dhe tash domethënë që atë podcastin që kishin 123 subscribers dhe 10 sponsora. Po. Pra. Tash filozofia ime podcastit është unë do ta hap që të krijoj brand. Trup podcasti është brand. Ma thon shumë veta, unë jam i fundit që e kam besuar. Bilesu se besoja as tani që po ta them se nga që jam brenda gjës. Edhe e sheh punën për ditë aty. Ja, gjitha defektet, njerëzit nuk i shikojnë ato defekte. Edhe thua jo, tash mos u tallni se unë e di si është kjo gjë nga brenda. Pikërisht pra. Po pse podcast? Se zgjodhe në një moment, një vit e pak apo jo? Po, një vit e gjys. Inshallah janë 10 vite gjys, 20 vite gjys, po një vit e gjys jemi gjallë. Duket që do shpendja. E dashurojmë është djalim. Trup podcasti është djalim. Ka qenë Viola po ky soli është djali ynë. Patjetër. Juve keni mirë se e mirëmani 2 veta, unë jam babi dhe mami vet. Ne kemi got. Okej, mirë. Se është kinoteka. Domethënë, unë atë e quaj Gashi Stein. Është Gashi Stein sepse është Frankenstein im valla. E kam kriju unë me duart e mia, me duart e çunave të mi, shokëve të mi. Kur kam parë motrën e shokut tim Vilson Kulemani që e përshëndes në orën 12:30 natës bashkë me shokun tim dhe vllajën e saj Vilsonin, duke ngjitur parketin e podcastit tim 12:30 motrë e vlla, un kam qarë, o lale. Të vjen turp nga vetë. Po nuk, jo turp, më kam qarë, them, ndash ka njerëzit më. Më duan njerëzit më se domethënë pas ka njerëz që na dashkan se na thon gjithë jo, po gjithë me të futur e gjithë me radhë. Atë s'ke nuk kanë për të harruar kurrë vlla. Me të drejtë po. Njerëz nga rruga që merren ti dorrisht na ke neve këtu. Erdhi njëri solli një laptop, tjetri solli një tastier, tjetri solli një këtë kamera, gjitha me radhë. Ti do jesh këtu se je joni vlla. Po në të tilla raste kuptohet kur s'do vërtet. Në të tilla raste ne kuptojmë vetëm një gjë, që të hapim një mesazh për gjithë gjusit tanë që Zoti ekziston. Nuk na flet siç do donim neve të merrte kjo shisha e springut goj tani dhe të nfliste të bëj këtë bëj atë. Mënyrat e Zotit janë të mistershme dhe janë të pafundme sepse kapaciteti jon mental nuk mund të arrit dot për një gjë që nuk e di, nuk mund ta tejkalosh dot veten, ne kemi limite. Do thon atë për t'ju bën një pyetje dyve se ky është podcast. Si e konceptoni juve zbrastin? Është e pa konceptueshme. Po pikërisht se ne nuk e kemi konceptin e zbrastisë. Ne nuk e kemi konceptin që thoshë shkolla e Miletit, qenia dhe mosqenia.
Çfarë është mos jesh? Se koncepton dot. Se konceptojnë dot pra të mos jesh. Unë ditë t'jem, domethënë të mos jesh për mua është mos jem këtu tani. Po, okay. Po jo në kuptimin Po jo absolut. mos jesh, domethënë që ti të jesh i ndërgjegjshëm që nuk je. Mbetet diçka fizike, pra ti e di që nuk është metafizike, është, domethënë nuk mund ta konceptosh dot vëllai që unë po mendoj që nuk jam. Pra unë jam i koshient që nuk jam këtu. Se mendon dot. Dhe për mua kjo është Zoti për mua. Okay. Domethënë një gep mes hynores dhe paditurisë, gjithaj gepi aty, gjithaj hapësira është Zoti. Dhe nuk është as njeri, as femër, as mashkull, as qen, as mace, as kastravec, deti, as lloj gjë. Është energji, është frekuencë. Pra, pse neve na pëlqen radio? Sepse neve dëgjojmë frekuencën vëlla. Na fut në vibe, na muzika e bukur. Frekuencë. Muzika e bukur është frekuencë. Ka muzikë që mua më zgjojnë nostalgjinë sikur kam jetuar në antikitet. Unë kam lindur në 93-shin, ç'lidhje kam me antikitetin. Kur i dëgjoj ato lloj gjëra, më mbyll sytë dhe mendoj sikur ka ndonjë agor para, sikur ka ato shtyllat e gotike, a ku ta di unë domethënë, plantacione me ullinj. Mbyll sytë dhe dëgjoj muzikë dhe filloj imagjinoj, domethënë si ma zgjon kjo muzika mua këtë nostalgjinë. Dhe a mund të jetë një nostalgji një përjetim që nuk e ke përjetuar? Kjo është pikë. Ti beson tek jetët e mëparshme të një njeriu? Unë besoj te vedia. Nuk e besoj aq siç e bëjnë këta pseudo-budistët. Po që ke qenë elefant, pastaj zgjohesh gazel, pastaj bëhesh njeri. Këtu ke bërë ti, unë besoj te energjia. E barabart më të katror, të ka thënë Einstein, nuk e kam thënë unë. Për mua njeriu më i zgjuar në botë është Tesla, po këtë ma ka vërtetuar dhe Einsteini që kur është pyetur për njeriu më të zgjuar në botë, ta nuk e di pyeti Teslan. Por di një gjë që energjia nuk zhduket. Vetëm merr formë. Dhe ne vemi energji. Se ne ndjejmë që jemi energji, tensioni, gjitha ulje, ngritje e sheqerit. Vërtet, po. Pra, kjo energji ime diku konservohet. Edhe jote, e gjithëve neve. Unë hyj tek ai mendimi që ti e unë jam ti. Pra ti edhe Hitleri, ti edhe Mussolini, po ti edhe Mandela, ti edhe Margaret Thatcher, ti e gjitha. Sepse ne kemi demonin edhe të mirën mbrenda vetes, e ke të bardhën dhe të zezën mbrenda vetes, sepse ne jemi qenie mëkatare. Neve na ka beku krijuesi sipas Biblës apo Kuranit me vullnetin e lirë. Beson që ka ndonjë qenie aq të pastër që mund të mos bëj mëkate, që mund të jetë i pagabueshëm? Jo, për të vetën arsye sepse unë mendoj ekuivalentimin e realitetave. Në qoftë se unë vras tani jam vrasës, në qoftë se unë vras në luftë jam hero. Okej, e bukur kjo, shumë e bukur. Shumë e bukur. Lash një moment suspanse që. Ishte e bukur vërtet. Lart. Pra, domethënë gjithë ideja në varësi të situatës ti merr edhe rolin. Është ekuivalenca. Pra kur ne themi është një sure në Kur'an që unë kam është sura ime e preferuar, faktikisht. Nuk besoj jam shumë larg diturisë kuranore. As nuk e pretendoj, jam thjesht i mëkatar, just a poor sinner. Po kam lexuar 2 sure me thellësi, mbi 200 herë. El Name dhe El Kef. E 6-ta dhe 28-ta mos gabofsha. Okej. Në historinë e El Kefit është rrugtimi i Mojsiut në mos gabofsha dhe takon Hizrin. Dhe gjatë pelegrinazhit i thot Hizri Mojsiut, a profetit, nuk e di tani se jam ignorant e kjo pjesa e fes. Mund të bëj gabime, na falin gjithë besimtarët nëse gaboj nuk është me qëllim. Do bëjmë pelegrinazhin, po çfarë do lloj gjë që ndodhi nuk do flasësh fare. Gjatë rrugtimit ecën, shkojnë në një port, shikojnë një anije të 2 pleqve, futet te Hizri dhe dëmton. I thot profeti, "Ore çfarë po bëni, çfarë Zoti është ky që do me dëmtu këtë?" I thot, "Mbyllë gojën, thot, ose nuk e vazhdojmë bashkë pelegrinazhin, ti do flasësh në fund." Nëse thot, "Bën ato lutjet e veta, vazhdojmë." I gjen ata në shkretir. Vjen e goni, djali i ri në shkretir, e strehojnë, hap syt profetin natën, shikon Hizrin duke i prerë fytyn. Por çka ka ky Zota që po vret njerëz ti? Do ta mbyllësh gojën, tha, ose do ta ndalojmë këtu udhtimin bashkë. Në fund fare shkojnë te shtëpia e disa fëmijëve jetim. U aprish murin që i kishte lënë baba. Amoni dha ata që edhe te fëmijët e jetim ta Zoti jonta këtu. Erdhi rruga, erdhi fundi i rrugtimit ton, se po do të mënyrë më fshatareske në botë, po që t'japim fitojnë kohën.
tek ai porti po vinin disa pirata. I vodhën të gjitha anijet, vetëm anijen që gjymtuam neve nuk e vodhëm, se ata nuk vjedhin gjëra të dëmtuara. Ato dëmtime riparoheshin me shumë pak lek, dhe ai tani do ketë monopolin e gjithë tregut aty. Sepse ishin të dy besimtarë. Djalin që u vra në shkretir, e vrava sepse ishte një hajdut që kishte përdhunuar dhe kishte vrarë fëmijë. Me vrasjen e tij, një embrion tjetër në barkun e nënës tij po lind sepse nëna dhe baba ishin besimtarë dhe do marrin fëmijën që ata meritojnë. Dhe tek ai muri që unë prisha tek ata fëmijët e tim, duke gjatë rregullimit ata do gjejnë sëndukun e arit që babaja kishte lënë para. Tani ma thojti mua Zoti është i mirë apo i keq, Zoti është i drejtë. Drejtsinë e tij ne nuk e kuptojmë dot sepse jemi qenë inferiore para krijuesit. Mbyllet diskutimi këtu vëlla. Nuk mendojnë që Zoti im do gjak, unë s'bëj kurban. S'kam për të bënë njërë kurban, Zoti im nuk do vrasje. Zoti im do dashuri vëlla. Të duam besojmë të gjithë. Dhe dashuria nuk është erotike. Kur unë them unë e dua Violën, nuk është se unë dua ta kem dashnore Violën apo dua ta shçojnë krevat Violën. Unë e dua Violën, dua energjinë e Violës vëlla. Kaq, është kaq e thjeshtë. Njerëzit nuk e kuptojnë. Dashurinë gjithmonë e përkufizojnë si erotike. Po sepse është ignorancë, pra, sepse ka frustracion seksual shqiptare. Pse? Po sepse jemi shoqëri e mbyllur, jemi e traumatizuar. E traumatizuar se e mbyllur tani më. E mbyllur në mendje. Okay. Mendje ngushtë. Eskortizmi nuk është hapja. Prostitucioni nuk është inovacion, prostitucioni është më i vjetër se politika. Pa. Është mbushur me prostituta veni. O shpend se më kujtove diçka. E di ça mendoj shpesh për këtë punën e hapjes ton, përfshirë edhe këtë fenomenin e eskortës që ti the. Ne kemi filluar të lëvizim shumë në kuptimin turistik të fjalës. Shohim deri në cepat e tjerë të botës, anën tjetër të oqeanit, botës në Azi, në Amerikë, lere më këtu rrotull Evropës që s'bëhet fjalë. Dhe më bën përshtypje që sa pak kuptojmë ne nga ato që shohim. Do me thënë, pa tjetër që përgjithsisht shqiptarët përshtaten mirë. Përgjithsisht përshtaten mirë dhe kjo është gjë e mirë. Ta themi atë që është. Po nga ana tjetër më bën përshtypje dhe e kam hasur tek shumë njerëz që kam takuar, që kuptojnë shumë pak nga ato që shohin jashtë. Sepse ndoshta ne si kemi kaluar ato procese. Nuk duan t'i kuptojnë vëlla. Nuk duan, është çështje zgjedhje. Pra, si do të shpeni ty me moll fara. Nuk dua matematikat. Po, me moll. Unë nuk zgjohem ditë për ditë me dashurinë për të vajtur në regjistrim, se unë kam pothuajse podcast live edhe kam atë premierën time me personazhin që keni juve një herë në javë, unë kam lënë dielën, kupton se. Por unë e bëj sepse e di që është detyra ime për ta bërë. Kur unë shkoj në Gjermani ose shkoj në Francë të gjitha, ti imponon vetë sepse aty shikon kosha rrugës. Ose nuk shikon bishta cigaresh. Tash imponohesh më. Na gjë. Unë mendoj se nuk është kapaciteti munguar për të parë jashtë. Problemi është që neve urrejmë vendin ton vëlla. A kupton? Domethënë, në momentin që ti urren vendin tënd nuk ke çat marrësh nga jashtë për ta integruar, se ti nuk çon një gjë të mirë tek ajo që urren. Edhe fatkeqësia dhe mallkimi është që ti nuk e kupton që urren vendin. Unë mendoj që kjo që thash Shpendi është e vërtetë. Që ne në mënyrë të vetëdijshme, që mund të jenë pak, dhe të pavetëdijshme që janë shumë, ne nuk e duam vendin tonë. Me këto veprime të përditshme po, patjetër. E urrejmë vëlla. Nuk e duam. E urrejmë se nuk mund ta sjell, nuk mund sillesh dot me nënën, siç sillemi neve me shtetin me vendin tonë. Është toka jona. Është vendi më i bekuar të betohet Shpendi, neve jemi çuna të goca të reja, ne kemi dalë në Europë, kemi parë, nuk është se jemi si baballar tanë që Amerika vuan për bukë, Italia vuan për bukë. Në Gjermani klima është bastarde, në Francë klima është bastarde, vetëm Côte d'Azur, në Angli nuk rrihet. Ja, është merr. Neve depresion. Jemi i bekuar nga Zoti, o plak. Ne jemi të bekuar 200 e ca ditë me diell po në vit. Jeshillik, ushqim. Domethënë, këtu të prodhosh domate ajo prodhohet, ti e ha si frut. Mbahet më kur ishin të vegjël në Fier në 2 për shkak që merr çik një domate nga baçja e nonës, i hidhet çik kripe haj si frut, valla. A kishte lezetin e vet ajo. Unë s'po them tani pse është rritur standardi, shqyr më që është rritur standardi, po ideja është jo te ushqimi valla. Atë marrim miell serb. Marrim domate maqedonase. Myzeqeja mund të furnizojë tërë Europën.
po ditë Po përdor. zakonisht të rritet prodhimet e rendimi, MZQ-s përfundojnë në për ato Kanal. kanale. Sepse Ky është kemi mallkimin që jemi disa idiotë të dobishëm, neve si popull, dhe kemi mallkimin që kemi disa hajdut të dobishëm për xhepat e tyre. Kaq që thjesht është. Domethënë ty të kërkon shpendi votën, ti e je votën dhe pastaj ti nuk e gojt ti thua shpendit, o vlla, po çfarë do bëhet me subvencionet e bujqësisë time? Që pegojnë idiot. Ty ta dash 50.000 lekë non, çfarë do ti? Se në fakt për aq ja ke dhënë votën, për 50.000 lekë. Sa që shit e vetëm vlla. Aq e ke shit vetëm. Je pranove, për sa kohë pranove, nuk kem Ti e pranove, ai ta dha ç'a do tani? Ç'a do Kjo është tani? vlla, domethënë zgjidhja e problemet miqtë mi fillon kur ti e pranon që ke një problem. E vërtet është. Ne nuk e kemi pranuar që kemi Ne problem. jetojmë me kokën në rërë si Ne struc kemi si ta shpend. nacionalizma idiot, serbët, grekët, gjitha me radhë. Neve, un kam shok edhe serb, edhe grek, edhe shqiptar dhe maqedonas. Plako, Atë që kemi bërë ne Shqipërisë nuk do të Plako. kishte serbë dhe grek t'ja Plako. bënte, fatkeqësisht. ata kanë kulturë politike. Ne nuk kemi kulturë politike. Vajta në Beograd, erdha nga Gjermania, rash nga Beogradi, kishte aromë qytetërimi o vlla. Njerëz që më pan me pasaport shqiptare fillonin ndihmonin. Pra, populli është popull, nuk ka se të urren ai si është shqiptar. Politika është bastarde. Dihet që ata janë politikë Si do shovinistë. qoftë, edhe politika e mbjell një lloj urrëtie tek. Po sepse gjente populli. 10% që shikoj idiota që Se dalin nëpër unë- televizion. O, Viola, ja bëjnë këtu. Okej. Jam përdhunus, Po, jo më jam pak- përdhunus edhe ja bën këtu e jam shqiptar. Jam shqiptar. Edhe e kompromenton dhe simbolin. Ma list pin me bidona, jam shqiptar unë. Po është Greqia, kupton. Patriotizëm është mos vjedhësh vendin, no. Kush kanë tu pa vjedhur. Ka që thjesht është. Ta rrezik edhe flamurin e bëjnë tub për të pirë mallin Po. gjatë patriotizmit. Po. Që na tregojnë tash janë mbytur disa janë më narkomanë shumë, vëllai. Sa më shumë moral të shesin aq më të. Po nuk shitet morale burr tash si puna me vajt në një burdello dhe me gjet Krishtin aty, po se gjën dot vëlla. Cili mendon ti që është patriot i mirë, tamam, ashtu siç duhet, ashtu siç ti e sheh patriotizmin si koncept. Neve më se s'ka patriotizmi brir. Çohesh në pikë sabaut bësh 3 punë që mos të vjedhësh. Unë që bëj 5 punë që mos të vjedh. Po bëni muhabet me Gonin. I kemi mundësit me i bësh 7.000 euro, 8.000 euro në muaj me teknologjinë e sotme. Që mos të vjedhim vlla dhe mos të vinë njerit na paguaj. Nëse ti do 7.000 euro, 8.000 euro, nuk të dalim vlla në Shqipëri 7.000 euro, 8.000 euro për të bërë një jetë komode, atëherë ti je kleptoman vlla, vua nga smundja. Ty Viola besoj të dalin 7.000 euro, 8.000 euro për jetë. Po ja dele marrë mirat, edhe të kursesh, edhe të çosh në shtëpitë e gruajat e nonat e baba, edhe të investosh për të ardhmen e fëmijës, edhe pa pasur fëmijë, nëse ti ke 7.000 euro, 500 euro në muaj i lë buxhet në vete për fëmijën o vlla. Jo, 7-8.000 euro janë shifra goxha surreale për Për Shqipërinë. Radzodio me YouTube-in, me Spotify-n, me rrjetet sociale sot, me punën që bëjmë neve. Nuk mund të bëjnë të gjithë të njëjtën punë. S'ka Kupton shanse ta- çfarë mund të bëj ai që Po punon unë do mërzitesha. murator. Unë do mërzitesha nëse do ta bënim të gjithë, se është diferencimi, unë jam i djathtë vlla. Sepse do Ti dhe merr atë që meriton. do dhe mendje që ta vësh në punat mekanizëm teknologjik që të prodhoj content. Okej, patjetër nuk e vë në diskutim këtë, po nga ana tjetër Unë sot në tru podcast me mbyll me i vendos Chelsea, kam 3 vjet regjistrime. Vetëm me bë prerje video. Që vazhdojnë të Si kam gjenerojnë. Që gjenerojnë. Po, gjenerojnë. Tani është gashi, gjendet gashi në shoqëri, jo valla, nuk gjendet dhe shqyr zotit për mua që nuk gjendet gashi në shoqëri. Unë mendoj se ne jemi mediokër gjithë, thjesht neve jemi çik më mirë se sa mediokër dhe ekuivalentimi që të pëlqeu ty na bën të zgjuar. Në një shoqëri të zgjuar që ne do ishim komplet idiota. Kush i merr vesh? Do ishim të paaft ndoshta. çfarë bën një shoqëri të zgjuar. Shikojnë punën e vet valla, mos merret me ty. Okej. Aty fillon inteligjenca. Shiko tënde, shiko tokën tënde. Ne kemi ne problem këtu shumë. Toka vet djerr, nuk po e punon e goni tokën. Po punoj ti më idiot. E drejt. E Punon drejt, e ti drejt. tatën. Po pse e kemi këtë? Nga mendon që na ka mbetur? Na kanë mbetur, kemi lindur me këtë. Dashur. Ne kemi pasur komandant lejtnant Enver Hoxhëm, që e përshëndesim atje në Ferr, po pati në rrath Ferri. Se mendon në Ferr ka shkuar? Unë mendoj se nuk ka vend Ferr për ata. E pra. Se edhe Ferri ka çik fisnikëri. Në Ferr mund ka qenë Dolfi, është Mussolini, po jo ky, e kupton, ky është më keq se ata. Dhe krijoi një vaksinë që e ka marrë dhe prindrit tan, që quhet individi socialist.
Ti mendon se në 67, 68 i prishin Enver Hoxha me Meçeun? Jo, mor e kanë prishur këta mor njerëzit, ne. Prishën neve, valla. Ne. Në 91-shin, Ne, kush i ne. prishi azotikun e Fierit? E diti çfarë mund të bëhet dhe Fieri me azotikun? Namin. Namin e zi. Furnizon e gjithë Ballkanin Namin e me zi. pleh kimik. Namin e zi bënda. Për mbjellje dhe për tokë. Apollonia që kemi neve aty. Është qyteti më i bukur në Europë i antikitetit. Është stërvitur Oktavian Augusti aty. Nuk ke një tabel më që të vendoset Oktavian Augusti. 63 vjet perandori i Romës solli paqen më të gjatë. Sepse nuk i rruhet njeriu në këtë vend për. Po ti e di që Amantia, themi Amantia në Florë, ke parasysh Amantia? Amantia ka qenë qytet i lash me 60.000 banor. Athina e Platonit, Sokratit e Aristotelit 15 deri 20.000, maksimumi 30.000 me ekstrakomunitarët. Që Aristoteli ka qenë ekstrakomunitar se Maqedonës merrte permesso di soggiorno për të shkuar në Athinë. Pra, ne nuk e dum sepse ashtu na është bërë, pra, është proletarizmi. Ne nuk kemi asnjë lloj. U kolektivizuan gjitha, sepse në momentin që unë po t'jetë Viola dhe Egoni lart, për mua është shumë e vështirë dhe nuk është fare as pak motivuese që unë të lodhem të arrin nivelin tuaj. Po çfarë gjë më e thjesht për mua? Të jemi të barabartë në njerim, t'ju marr dhe juve të dy nivelin tim. Dhe ajo ndodhin në Shqipëri. Ti e kupton, e vedim që Azim Ulletin e dim një debil prefekt që na e ka bë këta debilat e kinostudios Shqipëria e Re, kupton? Që i quajmë regjizor të mëdhenj, këta janë për burg më të gjithë. Këta janë pjesë, nëse kanë një Nuremberg shqiptar, të gjitha regjisorët duhen futur njëherë në çka ke punuti për partinë, vëlla. Qazim Ulleti, astrofizikant në NASA, me 8 gjuhë huaja. Megjithatë, i vërtetë e ka. Kontrolloje vëlla, e ke bas publik. Qazim Ulleti, vëlla, astrofizikant. Xhafer Deva, super shkencëtar. Për Xhaferin e di, po për Qazimin se ti. Edhe Qazim Ulleti, vëlla. Neve kemi bë një budalla tirone që kishe carac në shtëpi dhe vite para, kupton? E diti që Zogu ka sjell pas ekzilit ka sjell një pjesë thesare që e mori me vete, që është thesari mbretëror, që është buxheti i mretit. Dhe gjithë Zogu. Ahmeti, vëlla, Ahmeti. Po kur e solli? Ahmeti më ka në banka më se nuk sillet leku me lingotet e arit, nuk sillet me çanta, vëlla, çohet në bankë dhe alokon vetë banka. Jo, mendova mos se leka Zogu tani pas 90-s. Pra, Lago. Neve kemi një kancer shumë të madh në shoqëri që nuk e kemi kuptuar, ose kemi kuptuar po që jemi shumë të pa fuqishëm për ta ndryshuar, është ajo formë e komunizmit që për mua nuk ka qenë as komunizëm, ajo ka qenë diktatura pa ngjyrë. Është thjesht diktaturë e kuqe. Pra, kishte 12 njerëz të byros politike që ishin regjenca, le ta quajmë, 12 veta me pushtet dhe pjesa tjetër e mbetur ishin sklevrit. Çka ka pasur ndryshe Pinocheti, vëlla? Është diktatura ashtu është. Diktaturat janë gjitha të ngjashme. Të gjitha të ngjashme. Janë gjitha të ngjashme. Janë vrarë 300 fëmijë, më mungojnë 300 fëmijë në 72-shën, më vëlla. Se do t'i bënim transfuzion gjaku demonit. Megjithatë, unë besoj te një formë barazie, te cila, meqense ti e the atë që ne të dy për në kuptimin figurativ, ne të dy jemi më lart dhe ti je më poshtë dhe ti tash të hyn mola, se si të na ulësh. Unë besoj që ne të dy mund të marrim ty lart. Te kjo formë barazie. Pra, jo te barazia në mjerim. Askush nuk do donte të barazonte nëse ti je lart. Kam përshtypjen ky është problemi. Njerëzit kanë shumë vështirë të japin të njëjtin status dikujt. Unë mendoj se ka një problem tjetër, është ajo shpreha e famshme e Hipokratit. Nuk të shëroj dot nëse ti do të shërohesh, vëlla. Pra mbetet personi është e gjitha vetë përgjegjës për. Domethënë Zoti na ka dhënë neve vullnetin e lirë. Ma ka thënë pastor Paulin Vilajeti që e përshëndes. Do jepet gjatë javës në tru podcast, se e kam të regjistruar. Prit një sekond, se e kemi në maj. Jepet pas goxha kohësh kjo. Jepet pas 20 apo 25 ditësh. Okej, shumë bukur. Mendoj që e ke transmetuar. Mendoj që e ke transmetuar. Ma ka thënë pastor Paulin Vilajeti në podcast kur e pyeta se çfarë është ferri aty. Pastori. Ferri është vendi ku nuk e gjen Zotin. Nuk e kisha menduar ndonjëherë kaq të thjesht. A kupton, është thjesht vëlla, thjesht një vend që nuk e gjen Zotin.
Edhe unë që i them, do më thënë që ka Shqipëria. Me që jemi të kjo batuta, shpend, me muzikën si e ke Dashuri. Okej. Në sugjerim? Është pjesë e pandashme. Po vlla, unë gjoj Ben Bomerin, momentalisht gjoj Ben Bomerin, ti hap këtu se jam keq me emrat. Njëri sugjerim edhe ta vër Që të shkojmë gjë DJ muzikë. Arten. Unë Ben Bomerin Father Ocean e kam shumë qevlla e para. Gjoj shumë Kreshën edhe Lyrical Sunin, bile si kam ftuar Lirikalin e kam ftuar në podcast, më është përgjigjur direkt në Instagram, po për shkak të kohës vetë të gjitha se kanë shumë koncerte, as nuk e bezdisi, ti të mos të ngele qefi me ato. Po jam i bindur që po ta takoj një herë live të gjitha më vjen direkt e lë. Hajde, vemi, e bëjmë. Na jep këngën që të vazhdojmë dhe pastaj vijojmë vlla i dashur, një sekond lutem. Hajde, zgjidhe vet. Atëherë nuk do të vendosësh të Ben Bomerin, do vendosi themeli i MC Kreshës edhe Lyrical Sunin. Okej, super fare. E dëgjojmë. E du se ata kanë dhe tekst. E dëgjojmë edhe rikthehemi për të vijuar bisedën. Mirë, ja ku jemi rikthyer pas dëgjuam MC Kreshën, edhe jemi në studio, vijojmë me kolegen time me violën edhe me Shpend Gashin, mikun tim. Shpend. Tani një nga arsyet pse ne donim të të ftonim ty këtu në Kinotek në Sol është që të eksplorojmë pak më tepër nga Shpendi përtej diskursit politik. Ti je i njohur në opinionin publik shqiptar për ligjërimin e fortë ndaj dukurive politike, për kritikën drejt për drejtësinë. Po, e vërtet. Gjitha në fjalë, troç. Ashtu, e vërtet. Mirë, po njerëzit mund edhe të bëhen kurioz, çfarë është Shpendi përtej politikës në kuptimin e formimit vet, atë që lidhet me librat, me muzikën, siç e the pak më parë, me kineman etj. Pra, me gjithçka që ty të ka shënjuar dhe të ka bërë ky që je sot. Është një konglomerat gjërash. Për shembull, mua do ta është batutesh, kjo është shumë e ndyrë, po do ta them. Nuk është e ndyrë kështu në fjalor, por është shumë e ndyrë në përmbajtje. Është e ndyrë në përmbajtje. Mua më ka bërë ky që jam sot Edi Rama. Edi Rama. Po. Si të ka bërë ky që je sot? Me prishjen e pronave të familjes. Më ka bërë domethënë që mua të më prishet gjithë rehatia që më kishte krijuar i madh edhe i më. Të nisja me minus në një moshë relativisht ku bashkëmoshatarët e mi kishin krijuar një lloj stabiliteti. Dhe unë kisha vetëm dy rrugë zgjidhje, ose të përhumbesha, ose të isha ky që isha. Që jam tash. Dhe sfida ka qenë shumë e fortë. Ças më ka vajtur në mendje. Nga më të errtat e më të mirat për të bë. Mirë, është një sfidë që përjetojnë të gjithë, nuk është se më ka ndodhur edhe mua, po problemi është ajo shpreha që thot Sylvester Stallone. Nuk është problemi do të godasi jeta apo jo. Problemi është a do çohesh pas goditjes. Edhe unë mendoj se jam çuar pas goditjes. Domethënë ajo lloj neverie, ajo lloj s'mund thua urrëtes unë sa kam dashur asnjëherë, po dhimbja. Mund të themi që dhimbja është katalizatori më i mirë. Pra në momentin që njerëzit mua më godasin, mendojnë se po më mbarojnë, po aty janë duke më furnizuar me karburant. Është kjo dhimbja më e madhe e jetës tënde? Në aspektin ekzistencial, po, sepse pash babën tim dorëzuar. Babi është heroi im i parë, kupton, dhe i fundit. S'kam herojin tjerë. Do doja që babain tim ta pensionoja unë ose vllai, jo të ma pensiononte politika. Ma nxirrte as loja, edhe këtë nuk ja fal asnjëri domethënë. Kur na ka ndodhur ajo, më ka thënë një mat, më mbaroi jeta. Edhe unë që bëj një pyetje, kam dek gjithë djemt, jo tha tu thap goja, e po pikërisht është. Djemti ke gjallë, 4 kate na i prishën, 8 kate do t'i bëjmë, vetëm durim tash, edhe ti do rrish vetëm një gjë, do merresh vetëm me veten tënde, me shëndetin tënd mental, shpirtëror, do punojmë ne për ty, se boll ke boti për neva. Dhe sot jemi një familje që jemi shumë fort me njëri tjetrin, kemi problematikat tona se me karaktere të ndryshme si çdo familje tjetër, po jemi bashk, pra na bashkoi ajo lloj gjë. Dhimbja më e madhe ime ka qenë humbja e gjyshes që më ka rritur. Që domethënë para në datën 17 prill
ka pasur ditëlinjen, domethënë. Edhe në 24 vjet që kam ndruar jetë, në vetëm një vit e kam harruar për vjetorin e largimit saj nga jeta dhe kam qarë si fëmijë. Atë ditë nuk mos më takonte njëri, domethënë nuk ja falja vetes se Çfarë kishte ndodhur atë ditë? thjesht isha në punë, isha kështu i çuar në mëngjes edhe duhet të shkoja. Mendoj që ritmi i shpejtë i jetës. Po këtë nuk ja falja vetes. Fakti që ne jemi gjatë gjithë kohës duke u përpjekur të kapim një gjë këtu, një gjë atje, kudo ku dali, na bën që të harrojmë vlerën reale. Po pra, po nuk i kisha probleme tek ajo, kisha probleme domethënë që edhe nona shkojnë harres. Dhe nuk ja falja dot vetes. Të paktën një ditë. Një ditë që duhet ta ndihmoja edhe. Unë për nona kam diçka domethënë se po të rrit flas për nonën do bëhemi tani do qajmë të tre së bashku, a kupton se unë prekem për gjyshen. E kam dash, domethënë të më errësisht dhe pafundësisht shumë, nuk e di pse nuk më del në ëndër, vetëm një herë më ka dalë, nuk më ka dalë mirë, a kupton, më ka dalë shumë e ftohtë, po pas interpretimit që më bën, domethënë unë që e përqafoja dhe që më rrinte ftohtë edhe që i thosha o none, po nuk ka marr malli për mua, dhe pastaj më është mbyllur komplet e gjitha. Në 24 vjet vetëm një herë e kam parë, po e mbaj mend fytyrën kështu si edhe zërin edhe gjitha me radhë. Pra e kam pas dashuri jeta. Si ka mundësi që e mban mend, jo që e mban mend, se që e mban mend. Edhe aromën më jam mbaj mend. Që do ta mbash më, po që e ke kaq të afërt edhe pse ajo të ka lënë kur ti ke qenë në një moshë të vogël. Si ishte mund? Si shpjegohet? Po se un kujtoj njerëzit që mund të më kenë lënë, pavarësisht se nuk i kam pas aq të afërt, mund të më kenë lënë 8 vjeç. Nuk mbaj mend që të kem ndonjë afrimitet shpirtëror kaq të madh, e kupton? Është edhe mosha. Nona mam ka marrë 1 vjeç në krevat. Unë rria tërkohës me ata. Je djali i madh apo i vogël? Jam djali i madh, i fisit. I fisit, jo vetëm i familjes. Gashi par junior jam unë, pastaj është vllai im Andi, që unë kam drejtësyri, kam shpirt, kam dashuri edhe vllajin. Edhe pse jemi 180 gradë ndryshe nga njëri tjetri, po kam kështu, e kam si fëmijën tim. E kam pas në vend mamit. Domethënë deri 8 vjeç unë mendoja që mami është e dyta. Jo e para. Sepse nona e bënte princin nonës. Për çfarë do lëgjoja, është më i miri, është te, është tani, domethënë unë bëja një gabim, nona dilte mbrojtja. Bëj diçka, domethënë dashuri të pafundme o vlla. Atë si mund ta refuzosh një dashuri aq të pastër të pafundme? Ja, është e pamundur. Nuk mund ta harrosh dot. Sigurisht. Edhe mua më do më gjë që nuk kam për ta ndier kurrë ata. Pse? Po s'kam për ta ndier më valla, se nuk të do njeri siç donte ajo më, kupton. Beson vërtet? Po s'të do më as lloj njeriu më siç do gjysha, është dashuri e pastër, është mjaltë. Ka një fart vërtetë këtu. Është mjalti mjaltës. Domethënë, unë mendoj që neve çunat we are loved only under conditions. We have to provide. Ne duhet tregojmë që vlejmë. Kjo është lloj gjëje që nuk e kuptojnë çfarë sfide kemi neve, se dalin këto feminazistat, se unë që feminazista. Femrat tu, femrat atje, femrat atje. Ka menduar ndonjëherë sa meshkuj kanë dekur në luftë kështu kot të dy mbretër donin me pushtu toka. Shko atje rifugjo, sa veta kanë lënë familjet e gjitha janë vrarë, janë harru emrat e gjitha me radhë. Apo sfidën, apo me qenë këtu ti me gruan tate në shtëpi të bjerin natën dera. Nuk del gruaja valla, dal unë, po ai mund të jetë edhe vrasës. Kështu që unë rrezikoj, po është instinkti im për të rrezikuar. Ose po të me gruan edhe me fëmijën tim në një rrezik, unë do sakrifikoj jetën, jo se po më kërkon. Ju çunat, nëse këtë që ta sqarojmë, nuk jam feministe ekstreme, ëh, Okej, çka feministe, po nuk çka ekstreme. E pranueshme. Do të thonë ka ca gjëra që nuk më bëjnë sens edhe mua. Nuk më bëjnë sens. Sa apo shumë? Sa si shumë. Por besoj vet mashkulli nuk do pranonte që të ishte gruaja në një raport, ajo që shkon në orën 3 të mëngjesit, kur bie dera të hapi dera. Këtë po thosh është instinkti. Është instinkti jon që e bën ato. Më thon, nuk e fajsojmë dot. Jo, po unë fajsoj faktin që ti nuk e koncepton dot, nuk e vlerëson këtë lloj instinkti. Kush ta? Jo ti. Po flas femra, gruaja moderne e sotme. Mbase ka çdo gjë do gjesh një gabim. Do ta gjesh patjetër një gabim. Është shprehje një amerikane tha, un jam 5 vjet lumturisht i martuar tha, dhe kemi 5 vjet që gruaja ime më thot gjëra që duhet ndryshoj unë që ne vetë funksionojmë si çift. Çfarë është kjo? Ja. Domethënë, unë mendoj se femrat e mashkullit janë plotës.
njëri tjetrit, nuk janë kundërshtar njëri tjetrit. Jem dakord? Në momentin që femra do me vendos ato që ka mashkulli, atëherë bie parimi natyror. Dakord. Egon ke ndonjë gjë për të kundërshtuar? Domethënë, mashkulli është agresiv vetë si natyrë, se është testosteroni. Është vrarë agresivitetin e mashkullit. Kur them agresiviteti, jo agresiviteti të vish pitit të rrafësh për atë lloj personash mendoj burgim përjetshëm. Natyra e tij. Unë mendoj burgim përjetshëm për ata. Për pedofilët mendoj dënim me vdekje. E kam thënë publikisht, nuk kam pas frikë që jo BE-ja, jo po ky Soreka, jo po Mogherini, se hajdut janë gjithë, nuk është këtu kush më shumë e kush më pak. Problemi është tjetër, që mua më shqetëson fakti që ka një lloj ndasie. Dalin disa meshkuj, se burrë është fjalë e madhe, që na bëjnë si hamshora, dhe dalin disa të tjera që janë wokista, paguhen nga woku, nuk i ka thënë një ditë njëri punë të mbartjet të tyra, nuk kanë bërë një punë, dole nga hiçi në hapi mend. Që të mërshme. Do të thënë gjë e vetme që di ajo, di Kamasutrën, ka lexuar Kamasutrën dhe na flet tash për pozicionet e seksit. Na tregonte se si bëhet seks tash, ja kupton? Ktu kemi arritur neve. Dhe ty kjo të bën të besosh se nuk ka dashuri të vërtetë. Mua kjo më neverit o Lale. Mua më neverit o burr. Nuk ka dashuri të vërtet pa treguar natyrën tënde provider? Dashuri të vërtet kam, apo neve thjesht duhemi under conditions, dhe po ta them shumë bukur. Në momentin që ti je 45 vjeç, 50 vjeç, ke një krizë financiare në jetën tënde, probabiliteti që të gjesh një vajzë sot që të thojë më ke mua është shumë i pakët, sepse do të zhvlerësoj ty si mashkull. Sepse ti nuk po sjell të ardhura në shtëpi. Ka momente që dhe mashkulli bie nga kalit, se si çeka, do të jemi majt kalit të rjetën. Ka nga ata që s'kan hyp kur kalit. Atëre motorë je mbartuar me një grua në formë burri. Çfarë thot vllajë? Unë thjesht e kuptoj këtë që thua ti dhe jam dakord me një pjesë të gjërave, po unë mendoj që këtë lloj kulture e kanë krijuar burrat. Pra kulturën e kësaj konkurrencës pa dinë iman. E dieti për shembull që janë femra të borgjeze, franceze që kanë krijuar të maskilizmin e fuqishëm, domethënë këtë dhunën ndaj femrave. Janë femrat sepse është urrejtja ndaj femrave. Urrejtja e femrës ndaj femrës. Pra është i përplasje mes femrave borgjeze. Është akoma dhe më egër. Mund të jetë, nuk e di këtë pjesë. Sinqerisht nuk e di këtë pjesë. Është vërtet, urrejtja ndaj femrave, konkurenca mes njëra tjetrës është e frikshme dhe unë po thoja këtë që ky fenomen që ti evidentove me shumë të drejtë, që është objektifikimi i njeriut, ti the e kishe për mashkullin, objektifikimi i mashkullit në bankomat, apo jo, kjo është. Provider, jo vetëm bankomat, provider. Jo se është kështu më kështu, është bërë bankomat tash. Ti themi gjërat siç janë. Unë mendoj që këtë nuk e kanë krijuar femrat në thelb, e kanë krijuar meshkujt për njëri tjetrin. Pra konkurrencën e pa, atë që thash, konkurrencën pa dinë iman, konkurrencën pa limit, pa moral, konkurrencën duke shtyr çdo lloj bariere, çdo lloj norme, çdo lloj gjë. Dhe ka ardhur një moment që u është kthyer kundër në këtë pjesë. Po ta bëj një pyetje shumë troshtë. Po do ta kisha marrë ti një dashnorën tënde ti blie apartament vëlla. E vendosin në pikë pyetje një. Prit, po ta kisha atë apartamentin. Edhe po ta kem nuk e merrti dot, kush e ti që të japun ty apartament. Okej. Çajti ke ardhur nga Edeni, ke një pozicion tjetër. You never know. Do të japim përgjigje sinqert. Po. Se e vendosin në pikë pyetje. Jo, e po e mendoj. E koni do ta kishe marrë një apartament për dashnorën. Problemi është ai nuk ka një dashnore, kështu që. Mund t'i gjejmë. Do ta gjejmë. Nuk e di nëse do ta kisha bërë apo jo. Edhe po e them nuk e di, duke lënë edhe mundësinë që mund ta kisha bërë. Pse? Sepse unë në jetën time nuk kam qenë akoma, nuk jam ende në ato nivele financiare dhe unë refuzoj që të bëj moral, e kam si parim timin këtë, refuzoj të bëj moral mbi gjëra që unë nuk i kam provuar, nuk i di. Sepse e quaj moralizëm pastaj këtë gjë. S'është moralizëm fare vëlla, kjo është si të mund bën një përsjatje psiko-emocionale dhe filozofike me veten. Pra ti e vendos veten ato lloj pozitash. Një moment bëu si Peter Pan, kam $1 milion, jam kryeministri. Po nuk e bën dot kaq kollaj atë gjë. E bën vëlla, e bën po të njohësh veten. Po ta njohësh veten mirë e bën.
Më ka thënë Se mua ato që më kanë thonë që ti po bë moral kur kanë dalë fjalët e mia, po jo po se nuk e kisha se pas ke pas morale, pas ke pas vërtet. Për shembull po të them ti sot 2 milionë euro me Misjellë Dirama, ja djeg. Në sy. I bëj dhe video që ta shikoni tek Instagrami jam. Unë 2 milionë euro nuk e kam parë një herë bashkë. Po di vetëm një gjë. Asnjë kemi parë bashkë. Di vetëm një gjë domethënë. Është parimi vëlla. Unë nuk marr nga hajnët. Nuk marr nga kriminalët. Nuk i blej, i blej grus time, jo 100. Nonës fëmijës tim, 100 apartamente, ja lë gjitha në emër të saj. Edhe sikur të ndahem nesër pas nesër, e di që është nëna fëmijës. Patjetër, kjo nuk diskutohet. Ka nga ata që i besojnë më shumë dashnor. Unë jam me këtë meqense Për mua problemi nis nga fakti të kesh një dashnore. Jo, problemi nis nga fakti të kesh $2 milionë apo jo, që ne si kemi parë ndonjëherë bashk. Dhe unë preferoj të qëndroj modest. E kam qasjet time, nuk ka lidhje me qasjen tënde shpenda apo me qasjet e tjera. E kam time që kur ti shoh njëherë bashk ato $2 milionë, pastaj në kuptimin do ta shikoj se sa i fort jam unë për të rezistuar. Kam pyetur unë çuna që i kanë ato para me punë të pastër, me biznes. Qa ke bë pasi ke pas 1, desha me bë 2. Beso, këtë pjesë. Kur të kesh 2, do duhesh bësh 4. Shtohet. Dëshira për të pasur më shumë. Më thënë, kur shkon ato lloj nivelesh. Nuk ka një limit për cifrën. Limitin e vendos ti vetes pastaj. Do me u tërheq, do me u pensionu, do me shiu jetën, do me u tubotën, për shembull, nëse do të kisha 5 milionë euro të mijat, do kisha dalë në pensione, do kisha mbledhur në 205 vende që ka bota. E çfarë do bëja? Vetëm do shikoja, do survejoja, do mbusha trurin tim, fajlat e mia, serverat e mi, vetëm me kujtime, me aromra të bukura, me ngjyra të bukura, me muzikë të bukur, me çfarë do lloj gjëje që mua do mbushte shpirtin, do shkruaja. Gjëja e parë fare që do bëje. Gjëja e parë fare që do bëja do shkoja në Japoni. Okej. Edhe do kisha bërë një pelegrinazh në Japoni. Nice. Dhe do shkruaja për sjallet e mia filozofike se si ndihet një shqiptar në Japoni. Dhe kujt do ja jepje të parit për ta lexuar? Jetimve. Pse? Sepse unë i dashuroj jetimët. Çfarë të bën të dashurohesh? Fakti që janë krijesa të Zotit dhe duhen patjetër që t'i kompensojmë atë pjesën e balancës së dashurisë. Pra, ne nuk e dim sa të pasur jemi. Ne ankohemi, po ne nuk e dim që jemi të pasur, që kemi shëndetin, kemi mamin, babin, motrën, vllajin, kemi një punë, ndoshta kemi stresa, po ka njerëz që nuk kanë njohur as nënën as babën e vet. Dhe unë jam një djalë që mendoj shumë shpesh gjatë ditës në momentin që do mikim prindrit nga kjo jetë. Dhe mendoj vetëm një gjë që do ta kaloj si gjithë tjerët, se s'ke se si të mos e kalosh. Por unë aty kam për të ndjerë jetim, sepse askush nuk do më doj si ata në jetën time më, as një tjetër. Dhe ata jetim nuk e kam pasur mundësinë as të përjetojnë as një sekondë atë ndjesinë që unë kam pasur fatin e madh. Edhe unë këtë dua ta kompensoj në një formë apo në një tjetër. Ata nuk kanë pasur fatin ta përjetojnë atë ndjesi, ama unë besoj fort që njerëzve që u ka munguar pra të marrin dashuri, din ta japin atë në formën më të pastër. Kështu ka rezultuar në pjesën më të madhe të raseve. Ka rezultuar ty, ka njerëz që mbushën me urrëtie, ka njerëz që e kthejnë në vlerë tjetër atë, japin dashuri. Në fakt edhe mua më ka rezultuar njësoj si Viola, tani që po kujtoj njerëz të tillë që unë njoh. Mua më ka rezultuar që janë edhe njerëz të këqinj kur rritën. Po, nuk e vën dyshim. Por ai vën dot faj për këtë? Jo, besoj. Po, unë të vendos faj që të kam poshtur errësira. Unë ty ta vendos, po unë kam 1001 arsye për të bërë vrasës o Viola. Kam 1001 arsye për të bërë hajdut. Si ti, si Egoni, si gjithë neve. Kam 1001 arsye pse mos me pranu dhe unë, pse mos me bë dhe unë politikisht korrekt. 2 milionë euro shi që të thash. Po nuk është kaq që thjesht të mos mposhti errësira. Nuk është që thjesht kushtati që jeta është thjesht. Si një mekanizëm mbijetese, pra edhe atë të keqen që dominon tek ty. Shikoj. Unë i njoh demonet e mi. Edhe i di që i kam rena. Kam anën time terre që shpresoj që mos ta shikoj asnjëuni ndonjëherë, se i kam frikë dhe unë imagjino të tjerë. Unë sa do të pyes se cila është gjëja më e keqe e anës tënde terre. Ana ime më e keqe është që unë nuk kam, në momentin që unë ty të shoh si armik, du me të poshtru dhe du me të eliminu, nuk kam asnjë lloj ndjesie
kundrejt te, as lloj ndjesie pozitive, mos më kërko të ndjej keq për ty. Okej. Domethënë du me dhon fund vlla. Ndoshta edhe duket bon nera, kupton që mos ndjesh shumë agoni. Ose në pjesë e karakterit tim është që nëse një herë ti tenton të bësh golistin, të bësh si 100, si 99 si i shkathët, lexo një libra që kam lexuar, mbushë një turin, pastaj hajde futën ligën e legjendave. Mos hajde si idiota të bësh si lojtar. Nuk ndeshesh dot me Tysonin ti në boks në këtë lloj gjendje. Qarkullo shoku. Ec. Disa flursa kam parë unë jetë, disa flursa shikoj unë jetë. Në ditë. Kështu, Po ti zgjedh shohësh në gjë më të mirë. Të vim vetëm se është jeta publike. Edhe jeta publike fatkeqësisht i ka me shumicë. Unë zgjedh çfarë shoh. Ç'është e vërteta. Mua nuk më shikon ndonjëherë në për klub e nata. E kam mbyllur në rinin e hershme. Me fazë është ajo. O po i ke sot 40 vjeçë, 35 vjeçë, 37 vjeç, janë duke vjen ai 8 marsi, vin këta. Po ata po kalojnë adoleshencë të vonë. Po nuk e di unë çka kanë kaluar, çka s'kan kaluar, unë di që fakti është vëlla, që dalin sot, do vemi të një gotë aty te rrugica sales ta pim ta bëjmë. Për mua është vëlla, merr një laptop, shkon në shtëpi, miq, shok, shoqja, merr birën tënde, merr të gjitha furnizohet secili. Unë do me net me vjollën me Egonin, nuk do me net me vjollën me Egonin dhe me 3 kokcepa, një cepa me 4 eskorta që presin 200 euroshin për natën. Nuk më jep kënaqësia ajo gjë. Kështu që nuk jemi ndonjëherë detyruar të zgjedhim për të parë, ne zgjedhim për të afruar, po për të parë do të shikosh gjitha, se të vinë. Po. Jam pjesë e realiteti. Më shkruajnë njerëz, dot. më shkruajnë njerëz që shikoj, dua të vi unë aty te ty se kam për të folur diçka timen. Okej, dhe kaq euro. O mendova se ti she falja se unë kam temë të bukur për ty vlla, jo për mua. Që ti të blesh kohë televizive, you have to pay it, motherfucker. Do ta paguar se s'bon ato. Se falja se vetëm t'japin çarkun e miut. Unë s'kam dal për ty. Cilin personazh tjetës publike ti do e merre pafundësisht, pa paguar asnjë cent. Për mendjen, për intelektin. Ka shumë. Nëse do zgjidhje disa emra? Para se të zgjedhësh disa, është momenti që të ëmbëlsohemi. Se Bono. në këtë podcast i kemi Të gjitha. mos e merr se e kemi për Martinin. Atë me pistakjo është për Martinin, okay. Shpend zgjidh në një nga ato. Se do ta ham tani. Ço të marrim. Këtë duash ti zgjidhe. Si mik. Si mik i shtëpisë që na ke ardhur. Tash unë do marrë me pjeshkë. Shumë mirë. Egon? Unë do marr pjeshkën. Po ta lë ty në dorë, hajde, zgjidhe një për mua. Do të shkoj dopjo ëmbëlsik. Hajde. Faleminderit Bono. Faleminderit Bono, sa herë doni që të ëmbëlsoheni dhe ju ka marrur, ja mos harroni Ju croissant. bëf mirë tuna. Bono, Po ti nuk ha, po mban dietë. Mbaj dietë. okay. Por kur ju shoh juve që e hani, Zëri se kanë ngrënë ty, më rap pika. Më rap të pika mua, o zot. ku e Ja, lamë për një fjalë jetojmë. E lam tek personazhet e Te kemi. personazhet po Ska gjë usheu, s'na prish puna. Ups. Dëm me gjithante. ideja është që ne nuk kemi folur fare për librat, Do flasim më. për të cilët do flasim sa po shpendit sot për personazhet, sepse për mua librat kanë qenë një mënyrë se si mund të arratisesh nga bota, në kuptimin e mirë të fjalës. Për mua janë akoma. Unë mund të them pa droje që librat caktuar ose zhanret caktuara mua më kanë shpëtuar jetën në kuptimin më kanë shpëtuar shëndetin mendor, më kanë mbajtur të shëndetshëm psikikisht në një realitet që është shumë i vështirë, që ne e dimë që është shumë i vështirë siç është realiteti i Shqipërisë, Viola. Librat e kanë patur këtë. Se duhet ishte i thjeshtë realiteti, shpytja. Okej, edhe kjo vlen sepse Mbase vështirëson ti se Përgjigja pyetjes tonë, të gjithë personazhet në Tru Podcast, nga i pari tek i fundit, do t'i merrja pafundësisht. Okej. Altin Goxha, Gent Bekon, Asmer Duleviç, Aulon Kalan, Ermir Gjinishin, Dritan Demiraj, të gjithë i kam pasur, edhe Sali Berishën do ta merrja pafundësisht, edhe pse jam kundër atij në shumë gjëra. S'kam qenë kur pro atij si politikan, por kam qenë pro kauzave të tij. Edhe më thon troç, edhe drejt kam përfituar edhe nga PR-i që mund të merrja.
Mos bëj kështu si virgjër që shiko se e bëra për kauzën. Jo, s'është kauza ime Partia Demokratike, s'kam ndier në partinë time atë. Unë pashi trampolin. Në Se jo. shfrytëzove. Isha më i mirë në punën që bëja. Po të shikosh PR-in sot PD-s, është bastard, është grop, është bastard, është grop, nuk din ta mbrojnë. Biles dhe kritika që unë i bëra Berishës për Instagramin, që shpend Gashi ka 17.400 veta në Instagram për një vit që kam filluar unë. Dhe Partia Demokratike, që është partia opozitare më e madhe në vend, ka 20.000 veta në Instagram. Problemi e negativ vlla, ti nuk u del njerëzve. Ka që thjesht, dhe Sala vajti atje ta shkarkoni ChatGPT-n, a kupton se është. 82 vjeç vlla, çfarë mund të prezësh nga gjyshi 82 vjeç. Bollka boj shkreti. Po dhe ato ti marrin. Edhe ato telefonat me butona Edhe janë ato ti tepër. marrin, edhe ato ti marrin sepse këta vjedhin shëmtuar. E vjedhin i den e tjetrit shëmtuar shumë. Vite po vite Jo, po bukur. ky duhet bërë mësim që mos t'japësh ide do kudo. Po ja u japin se janë për gjënofe, po japim lëmoshën tonë, të 10-at. Po dhe atë nuk e bëjnë dot. Në gjënofe. Atë ke lëshu në herë të 10 aty. Jepja të 10-at. Po çfarë ti bësh? Kur je i pavë. Mëshirë. Vërteton ekzistencën e Gash Zotit. mëshirë shpejt. plote, po. I mëshirësh mi gashi. Për sa i ke për këtë librave vëlla. Për të ardhur te librat. Librat janë në momentet e mia më krize ekonomike të jetës time, që nuk është se kanë qenë të pakta, që është e vërteta. Sidomos gjatë pjesës së rinis, pas studentore, që është ajo kriza ekzistenciale Është e vërtetë, e kemi patur gjithë, nuk e di. Nga 21 vjeçe në e lartë, deri 27, 28 është i krizë shumë e madhe. S'kam shkuar akoma 27, 28, kështu që jam akoma në krizë siç unë. Edhe 100 o zot. Kështu që e ndjej. Çdo muaj, Viola, jo kriza. po. Çdo muaj kam bler një libër. E kishe edhe ti këtë si Po, Bixhos po. që i lije lekët. Po i për veja i libra? blia tek këto të rrugës. Aty gjen në Kisha lek për shku tek, Po. se s'po bëj Liberi. reklam. Po, se edhe këto janë bërë kështu tash. S'po ti bëjmë reklama vëlla se duhet me na sjell lek për me i bërë Po, reklama vëlla edhe të trosh me drejtë thon jam. tash, a kupton? Do t'i kishe bodi reklam për shembull një shpendit nëse nuk t'i kisha dhënë lek, si Po, jo, more. asortiment, po kaq Po, jo, shumë more. e thjesht. 5.000 lek, 7.000 lek, 10.000 lek, sa të kisha? Blia Jules Verne'n, blia, nuk e di, Roberto Battaglia, Lufta e dytë botërore. Që goditja më e bukur që kam bërë vëlla, është The Abnormal Psychology of Modern Life, prodhimi 1976-s i 3 botimeve të Oxfordit, të Yale-it dhe të Universitetit të Massachusetts. Gjesa e ka marrë, sfidë për ju dy. Pret. Po të them unë ty 7.000 lek. Më pak, Nuk Më e di, shumë. Nuk e di tash. Jepni versionin. 4. Jo. 5. 10. Atëre 2.000 lek. Bravo. Se nuk do kishte kuptim më shumë. Perfekte. Bleva 3 libra. Arben Puton për histori. Në 2 libra tjerë të Arben Putës prap. Se ti e di që unë jam pedagog gjeopolitike, se marrëdhënieve kam talenta të gjona aty. Kam shumë qef të lexoj. Për të drejtën ndërkombëtare mos e bëj. Gjeopolitik, A, e kuptoj. marrëdhënie ndërkombëtare. Po. E drejta ndërkombëtare hyn te juridiksioni, te jurisprudenca, Po, fal. po. Edhe i bëj tani pazar të tipit. Një bërë edhe pazar. Jo i bëra pazar, ma jep dhe këtë tash. Okay. Anglisht është. Se çati buje pazar 2.000 lekë ku ta çonte Jo, isi. unë nuk do ma jep dhe 2.000 lekë. Unë e mora, me qenë se të mora këto 3. E kuptoj. Në jep në një çmim për këto. Mo. Po merr ata 2.000 lekë. E ta xhaxhe tash, sa dash lekët. Sa po ja ke fut vetes vlla. Sa po ja dhe lekë. Sa po ja ke fut vetes, shpresoj mos dëmbi shumë. Se kjo gjë nuk vlen 2.000 lekë vlla. Sot e kësaj dite ta marrësh është 270 euro botim. Cila është gjëja më, se kam përshtypjen në libra të cilët kanë kaluar në disa duar, ndoshta më herët mund gjesh edhe shënime. Po. Ka ndodhur ndonjëherë Po, gjesh po, ndonjë gjë pa fund. shumë të veçantë? Po. Teza ime është drejtoresha e kulturës në RTK. Jeton në Kosovë, është e martuar në Kosovë. Burri tezës time Zeqiri, që unë e përshëndes shumë, është eruditi më i madh që kam njohur në jetën time, është enciklopedi Necia. Domethënë, për ta kuptuar se çfarë niveli intelektual ka,
duhet kuptosh që pasuria e tyre vetëm është 300.000 euro vetëm libra, ka një biblioteka që të madhe me shkallë dhe shtëpinë e vet. Dhe për ta kuptuar akoma më thellë është po të lexosh parathonien në Universitetin e Beogradit së Aristotelit, është e bërë nga Zeqir Hamidi që në vitet 80 kur ka qenë student. Edhe akoma nuk ka ndryshuar sepse nuk ka një parathonie më të mirë se sa ajo e tia. Tani që ta bëjmë lidhjen, çfarë ka Sabri Hamidin? Vlla. A vrash vllai Sabri Hamidit. Po. Dhe Umberto Eco shqiptar, e cilësuar si Umberto Eco shqiptar, Sabri Hamidi. Pra teza ime është e martuar praktikisht me një dinasti intelektuale. Dhe kam lexuar për shembull parathonje, kështu shënime për Xhaxhi Zeqen edhe për Albanën, të miqve të tyre ose të autorëve që u kanë dhëruar libra. Është përsiade filozofike. Domethënë ato gërmat janë të shkrira komplet. Nuk di ta them tash, ta citoj, po di ta perifrazoj. Domethënë dhurat për të zgjeruar limitin e pafundëm të mendjes tënde. Ne kishte bërë një paragraf bukur, po unë po ta përmbledh. Dhe vetë i shkruaj libra, dhe unë kur më dhuron një libër, për shkak mua është shumë e thjeshtë, domethënë nuk ka çfarë dhuratë të bëj gashit. Me gazhën është shumë e thjeshtë, shko tek një librari, ble një libër të mirë që ti mendon, bëj një kështu edhe e mbyll me 7.000 lekë, me 10.000 lekë, me 5.000 badjava 20.000 lekë, që është libri më i shtrenjtë 25. Dashuria ime për librat daton që herët shumë. Kur kam qenë i shtruar në spital, kur isha i vogël, në Fier, e vetmi arsye që unë pranoja që të rija në spital, jam mbaj mend si tani, mami më ka thënë do të cel librat i lexosh këto. E shon për kohë të gjatë? 1 muaj. Biles e kam lënë tek abetarja jon, mami Mirës punon në Pulari, te P-ja, te shkronja P. Dhe bëja dhe detyrat e shtëpisë, shkollës, si mi sillen ato zyshat aty në spital, që mos të humbja vitin, bëja dhe provimet në spital, edhe lexoja. Në spital. Në spital. Edhe kam pas dashuri edhe unë, domethënë kam lexuar Bukovskin 16 vjeç, Femrat e Bukovskit. Atëherë u bën një komision etike në shkollë, sepse unë po i thosha shokëve dhe shoqeve të mia të klasës në pushim të madh që lexoni Bukovskin, po ai është tipik erotik, a kupton? E ke lexuar këtë që po? Femrat. E ke parasysh për çfarë flitet? Po. Nëse ajo, 16 vjeç ishin hormonet e mia që unë doja me kuptu nga seksualiteti femrës, se thënë drejtë, thënë trosh, nuk është se kishim eksperjenca me gjinin plotësuese, kupton që të dinim këto flirte. Edhe libri është një mënyrë e mirë për të... Ti e kupton atë gjithë idenë. Vërtet, po. Por unë kam kuptuar vëlla te Bukovski se si mos t'jesh vëlla. Se ti mëson edhe se si mos t'jesh nga diçka. Po. Pra, të kesh talent, edhe ta shpërdorosh në bixhoz, dhe në alkol, edhe në një jetë... edhe në një jetë mondane, boheme, që ti ndron partneret. Okej, unë e kuptoj në moshën tonë, tani vëlla, që ke energji e gjitha, po kur vetëm në një moshë 50 vjeç, 60 vjeç, shtrohet njeriu. Do stabilitetin, jo ti automatikisht do stabilitetin, se prezumoj që ti i ke mbyllur gjitha etapat e jetës tënde, nuk është se po rrit tani të merresh me, domethënë do eksploroj veten. Dhe kjo ishte një gjë domethënë që më preku atëherë se ç'a gabimi po bëj unë vëlla që ta hapesh ti komision etike. Kam eksploruar me Mein Kampfin. Libër idiot. Libër i shkruar keq. Se ai nuk është shkrimtar. Dhe aty ku kam kuptuar që ajo lloj filozofie është e krijuar. Ose të pakën është e çal, ose të paktën është e krijuar për të goditur diku tjetër. Domethënë përket një agenda. Pastaj kam kaluar tek klasikët. Kam lexu fantazi. Për shembull ka qenë e harrova emrin atij librit me kopertinë jeshile. Që fantashkend mbyllës kur e hapi ishte me ngjyra jeshile, shkrimi edhe me roz, edhe me lila, me gjitha. E harrova emrin. Edhe shkrimtarin e harrova. Po, edhe shkrimtarin është i huaj. Është i huaj dhe flet për to legjendat, për gjonat, për dragonjë që ktheheshin, bëheshin. Nga kam dhuru një shoku bile si të fillon të leximin, nuk besoj
Vetëm po të ketë bë kaush. Ketë bë kaush është e tmerrshme, prandaj nuk duroj më libra valla. Edhe unë prandaj nuk duroj më libra. Pastaj siç u thash edhe para se të fillonim, Tom Sawyeri, aventurat e Tom Sawyerit dhe të Huckleberry Finnit konkludojnë pjesën, si thua, më imagjinative, domethënë imagjinuese të timin si fëmijë. Sepse unë kam qenë fëmijë ambivert. Që do të edhe ekstrovert, edhe introvert vëlla. Domethënë unë kam këtë ekspresionin tim, pastaj dua me mbyll atë kutinë time vëlla dhe nuk dua njerit më hyjë tek ajo kutia ime sepse kam kohën time me veten dhe këtë ja kam kërkuar me mirë kuptim të gjithëve që më rrethojnë. Që mos e merr arrogancë, mos e merr personale vëlla, ka momente të mia që unë dua me mbyll dhe dua me net vetëm, s'të du ty këtu vëlla. Qartë. Du me net me veten time, kam nevojë të rri me njëri që më kupton 100%, kupton, nuk kam se të bindem ty të më kuptosh ti apo të kuptoj unë ty. Dhe mbaj mend që ulesh në divan, edhe ke parasysh ajo pjesa te Topoli që ky mendonte se po t'ishte i vdekur sidoqante Hall Poli, sepse këtë e kishte rrarë më para se ishte bërë atje dhe unë të gjithë këtë lloj gjëje e imagjinoja vëlla dhe vendosja aty, domethënë sikur isha unë, Huckleberry, e gjithë me radhë unë isha Tom Sawyeri dhe futesha tek ai, domethënë te limani që ti futesha me atë trapin që të kaloja te varrezat, që të shikoja gjë atje sepse ëndra ime nuk e di ditë apo jo, po ëndra ime ka qenë që unë isha arkeolog. Vërtet? Po, domethënë unë kam një dashuri të papar për arkeologjin. Të pëlqen të gërmosh? Po, të koleksionoj të gërmoj. Ka humbur kjo dëshira e gërmimit? Jo, e kam akoma këtë pjesën e gërmimit. Domethënë mbaj mend një herë që kam qenë me një ish partneren time të hershme në Fier, që tani më është e fejuar, e përshëndes shumë, s'du me përmend emra gjona personale. Edhe shkojmë për një piknik në Apolloni, larte lokali Leon Rey. Ajo është kreta. Ngeli 2 orë vetëm vëlla, se kishte ardhur një ekspedit poshtë arkeologjie dhe unë që i thosha zemra, ja, një sekond, ri këtu ti se unë po iki çik poshtë. Edhe ti u fute atje me ekspeditën, po gërmoje. Po rria po vetëm po i pyesja, po i shikoja, domethënë, vëlla, është si puna. Çfarë gjë e ke ti qef të bësh vëlla? Fiksohet e gjëja jote, domethënë atë ndjesin, edhe domethënë do të rish vetëm të shofësh. Vetëm ke qef me pa vëlla, se si bëhet. Sepse unë jam tip aventurieri në mendje, jam shpirt i lirë shumë. Unë du vetëm me udhëtu vëlla, du vetëm me pa gjona. Domethënë luks për mua është natyra, luks për mua nuk është kjo që konsiderohet luks, po. Gjitha makina fancy, gjitha idiotësi. Mua makina më duhet nga aja të bëja. Punoj koncesioneri, mos të më çojë te doktori, siç na çoi që parë. Po. Kaq. Që kur ti thëm ndizet, kur ti thëm fikut fiket, ndroj vaj filtra, aq, ç'a duhet ty makina? Okej, e ke mundësit me e blie vëlla, sa e ke mundësit. Po s'ke pse futesh në borxhe për makinën. Ose ta quash. Unë nga ata u shpend që kanë pas mundësi me ato lekët dikur të paktën kur shtëpit ishin akoma të përballueshme, kur apartamentet ishin akoma të përballueshme. Ti nuk kanë tani? Tash janë shumë të përballueshme. Tani kemi shumë ato lekët ne i lëm bakshish kamarierit. Domethënë ti po thua që jeta ynë që nga një gënjeshtër? Po. Dhe po thoja që njoh edhe njerëz që në momentin që kanë pasur ato parat për të blerë një shtëpi, kanë bler makinë. Është të mërshme. Ne jetojmë për të dukur. To vox popet që hapen në rrugë në gjona? Ke parë atë djalë nga Fieri? Nga Fieri, nga zona jonë ishe, sa i fliste me ere. Që do bëhet ta me 100 mijë? Do kisha bler një AMG 63-she. AMG 63. Ai shtëpi me qerpiç. E pra, nonën pastruese me shumë mundësi, a kupton, duke bë punë vulnerabël për me mbajt shpinën dhe ti mendon 100.000 euro të para, do marr një AMG 63-she. Sepse do humbi virgjërin djalosha, kupton, me atë AMG-n. E pra, po ta mendosh. Se është 30 vjeç i virgjër vëlla. E pra, po ta mendosh kështu mund të hym punë ajo. Për i gjë. Për ç'a të hym punë? Për të humbi virgjërin pra. Benzi, jo Lenci. Ajo mund të hynte në punë që shkoje të zgjeroje çi kapacitetin mendor edhe se që ta dini ju, neve na la makina që parë në rrugë. Pa. Na la bateria makinës, por u ndodhen disa çuna me zemër shumë mirë dhe me mundësinë, edhe i falenderojmë që faleminderit çuna, faleminderit. Na lidhen kavon tek bateria. Erdhën për zotin po kur i shikon këto lloj gjonash vëlla, komunitet. Është një komunitet që të kënaqet shpirti, janë gjona shumë të vogla që ndoshta me pa rëndësi,
Kjo është e vërtetë. Por ti e kupton që ti të kalon mes rrugës e të mblidhen ca çuna të panjohur fare që thon vlla na kete lokale dhe postundezë që na marrësh prap kavën. Shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Nuk e di domethënë, është një gjë që ka shpresë akoma, faleminderit Zotit. Kemi nevojë për këto njerëz. Faleminderit Zotit, shikoj, ne bëjmë humor, bëjmë edhe humor terrët. Edhe i nxjim çik gjonat i hiperbolizojmë, po nuk është ka balancë yingu dhe yangu. Nuk është e tërë e zezë. Mirë, ne do shkëputemi edhe për një tjetër pjesë muzikore. Ka që ishin libra atë? Ka do flisim për libra? Ah, është pjesa e tretë. Do rikthehemi në pjesën e tretë vetëm pas hapësirës muzikore. Mirë, jemi rikthyer tani. Mirë, jemi shumë energji, no? Ne jemi shumë mirë, po s'keni parë gjë akoma, si do jemi gjatë kësaj pjese të tretë. Është pjesa e fundit. Pjesa e fundit. Pa kohë ka mbetur se. Edhe unë bëhem nostalgjik në fund. Vërtet? Gjithmonë. Filloj çaj, jam emocional si natyrë. E ke parasysh atë filmin Arova? Jam shumë keq më valla. Jam shumë keq me emrat më. Jo vetëm ti. Aktori që ka luajtur Mumia? Personazhi kryesor, Mumia 1, Mumia 2, ai që fitoi dhe Oscarin. E kemi përmendur me i shoqë. Brandon, çaj ka ai. Po, që është shëndoshur tash. Ja, bravo, është shëndoshur, edi, bravo. Ka një ka bën një film që i vend djalli dhe i thot do të plotësoj dëshirat. Edhe në një moment ky i thot dua të jem njeriu më emocional në botë. Edhe vendosin si një kështu poet emocional që shikonte perëndimin e diellit dhe qante, a kupton? Për çdo gjë të gjetet edhe qante, dhe unë jam tip emocional në fund kështu. Shikoj në gjete që bie dhe filloj prekem. Është keq kur je njëri emocional. Po. Shumë. Ç'është një horoskopi e? Vetë Te gocash kë. I virgjëri. Virgjëresh. E shikon që në një pjesë. Jo, unë kam shumë pjesë. Unë kam shumë pjesë jam i virgjër. Që ta saksosh. Okej. Do të thënë je i shtatorit, e? Po, jo, i gushtit. Në gushtit. Virgjëresh gushtit. Shumë. Ne jemi shtator të dy edhe unë. Jo, ti je tetor. Jam tetor. Unë jam kam edhe një datë kështu që dhe se haron dot ora. 7 tetor domethënë. Po. Shikoj se aty. Mos ta hap atë 7 tetorin vllasa. Le, jo zot hapim. Mos ta hap. Do se duhet ta fillojmë nga e parë. Po të ngrohen këto pishë. Jepi drejtim. Shqyr që po ha tani edhe një ftuar kokoshka se vetëm e goni. E falenderojmë DJ Artin që na e solli. Aktori është Brandon Fraser. Po, Brandon Fraser. Po. Po kur e thot atje që thot mierda, soy un narcotraficante español, kupton? Është super film e harrova emrin. Do thon nuk e di se çfarë filmi është. Para 2 ditësh më e kam kujtu. Po jam emocional në natyrën në fund. Prekëm. Në fund, e ke vetëm tek fundet. Po fillimet? Fillimet jam çik shumë javasht. Nuk është se sa të ndezës. Nuk është se na u duke javasht, po që okay, Ne kemi psikologjika. Po të shite librat që e lëm. Çfarë do dish ti për shkak nga librat? Libri që ti do ta merri me vete. E do ta lexoje vazhdimisht. Stefan Zweig, Joseph Fouché. Okay. Libri që do ta lexoje kur për herë të dytë. Jo se është libër i keq, po edhe se mund të jetë shumë. Mein Kampfin. Se është edhe libër i keq. Është edhe libër i keq. E kisha edhe për këtë që të ka prekur ai shumë sa s'mundesh ta hapësh për herë dytë. Okay. Gjyhtari balonave Khaled Hosseini. Si. Unë kam lexuar për herë të dytë. Në drejtën, po për të tretë s'do guxoja. 6 muaj nuk kam lexuar libër tjetër. Domethënë pastaj kur lexova kritikat pas. Çdo libër tjetër thoshte New York Times. Çdo libër tjetër pas këtij duket si limonat. Unë e bëra kështu si sondazh aso kohë me kolegët që gjithë thoshin njëjtin gjë, nuk e lexoj dot për herë dytë, shumë traumatik. Një herë kam lexuar ato. Unë e lexova 2 herë, gabimisht për herë të dytë. Po nuk e lexoj dot më. Te Mein Kampfi se e përmendë 2 herë dhe tani po më bën përshtypje. Po. Tani. I keq është libri apo është ideologjia që e prodhoi atë libër? Edhe që u mbështet me atë libër, se dua ta kuptoj ku je ti. Do më jep një kokoshk. Patjetër. Se kur jo shoh shumë. Është i shkruar keq. Ajo lloj ideologjia, edhe në mos nuk ishte e keqja, krijoi një genocid. Patjetër. Kështu që unë jam për aq kohë jam kundër genocidit në Gaza, kundër luftës së Iranit. Absolutisht jam edhe kundër ushtrisë naziste që masakronte hebrejt. Sigurisht.
Edhe këtu nuk e them për çëm politikisht korrekt, se un kam thënë tema në podcastin tim trajtojmë tema që nuk i dëgjon as në anglisht. Jo më. Por që është, domethënë, ta ndajmë vlla, fëmijët. Ta ndajmë popullsinë civile, janë sa dhe gjëra të që ndajmë ushtarët. Ushtari paguhet për të lënë jetën, për të mbrojtur vendin. Civilët, fëmijët, Seksi raktan. domethënë, pretendimi këtyre është ata fëmijë do bëhen terroristë. Kush e tha këtë? Kush e siguron? Po ç'a pret ti njëri? Ti vrasësh nonën dhe babën ti dhe ti pret ç'a të presi me lule? Sigurisht. Mos e prit nonën dhe Bjell babën. gja urrëtien. Është shkak pasojë gjitha. Nuk ndodha si lloj nga hiqe. Nuk ndodh gjë nga hiqe. Ajo lloj ideologjie vëlla. Ajo lloj ideologjia nëse e mbajnë termat ekonomik, do ishte shumë e mirë, po njerëzit nuk e dinë që nuk është Hitleri produksi i asaj ekonomisë. Është njeriu të cilin Hitleri e ka burgosur të parin, që ishte nazist. Ja kush është ky? Nuk e mbaj mend me emrin, do ta gjej me H i fillonte edhe aty. Po na tregoj historinë, domethënë, cila është. Historia është mënyrën se si ju tregoj se si të hiqte zionistët politik dhe ekonomik nga Gjermania, parazitët e ekonomisë, bënte që vendi të zhvillojë edhe pa huat e tyre. Pra pati një boom ekonomik. Këtë Hitleri e burgosi vëlla. Ai që solli boomin ekonomik. Tu fillojnë dyshimet e mia që Hitleri ka qenë pjesë e agjendës. Pra është krijuar e gjithë kjo që të vinë neve ku jemi sot. Te këto shtete që jemi sot. Mundet. Teoria vëlla, teza janë, nuk besoj se njoni nga neve ka monopolin e të vërtetës, se unë do isha i çmendur nëse do thosha unë di të vërtetën. Sigurisht. Isha idiot, a kupton? Nëse do thosha di të vërtetën. Unë hedh Ne dim një gjë që s'dim asgjë. pikërisht pra, unë hedh tezat e mia duke parë pas perdes. Shumë herë më është dashur të kundërshtoj dhe veten për gjëra që kam pas bindje, sepse kam pas gjëra tjera që kundërshtojnë këto bindje vëlla. Nuk është keq të ndryshosh. Keq është mos përmirësohesh. Vërtet. Shumë interesant Kurioze jam, o shpend, po të jepi. kishe Si? ishe njeriu më i pushtetshëm në botë për një ditë. Çfarë do bëje? Prit se ka shumë. Jo, po s'dua ta them një klishe, nuk dua ta them, dua të them një gjë të fortë që ata mendoje. ndjekësit tanë që do na ndjekin, Ke kohën. ndoshta edhe mund të frymëzohen. Ke gjithë kohën. Ço do bëja? Mhm. Okej. Një gjëra. Do merrja planet e Teslës për energjinë falas, e do kisha projektuar inxhinerikisht 3 elektroda shumë të mëdha që marrin gjithë energjinë që na japin wireless falas, elektricitet falas e gjitha falas. Një ditë kisha pushtet, këtë do bëja. Me heq këto, shkatrovi gjithë ekonominë e këtyre. Që është e bazuar në resursa. Okej, dhe ku do shkonte bota e pastaj? Do ishte më eco-friendly, do ishte më e qetë, pra njerëzit nuk do të thoshin do luftojnë për bukën, do paguajnë drita ujë të gjitha, sa ato i ketë paguara. Pra, e kupton ti sa e tmerrshme është Shqipëria me rezervat hidrike të dytat në Europë pas Suedis. Të paguhet shisha ujë 800 lekë. Në plastik. Po është e tmerrshme më. Të blej Vlora ujin, Po. blej Tepelena ujin. Është e tmerrshme më. Vlora po blen dhe peshkun, jo më ujë. Edhe peshkun po e blem Vlora. Se na doli me pronar dhe deti, a kupton? Edhe deti ka pronar. Nëse më kujtove një histori. Kam qenë në plazh, në Florë. Aty ke u ftohtë kam përshtypjen, po. Po nejse, s'po i përmend zonat se nuk dua të më ndodhi ndonjë gjë kur shkojmë në Vlorë. Pa, mos e ndodhen, nuk ndodhen jo. Dhe Ata thonë, o motra. ishin ca fëmijë që po notonin afrohet ai zotëria që ishte bler. Ato çadrat edhe plazhin, edhe detin me sa duket. Notoni andeksa zona ime kjo i tha. Po. Kishte ndaj Se limi i thash, kufit aty. come on. Ke ble detin? A kupton me çfarë idiotësh duhet përplalë me ne? Fatkeqësisht e mendon që e ka bler detin. Pra, unë e kam thënë shumë shpesh të shprehem, po do ta them se kjo qëndron gjithmonë. Është një proverb kinez. Edhe duhet përsëritur kjo që ta kuptojnë se është shumë e thellë. Lumsi ai që është i vetëdijshëm, se kur nuk do mprehet në hijen e pemës që rrit. Lumsi ai që e kupton këtë. Dhe kur më pyete për gjithë pushtetshmin e ditës, tu mund kisha thonë që të bëja ti mbushja kontot e mia bankare, a e kam për 24 orë pushtet. Mbushi kontot bankare dhe të plasi me nderja se ç'a do bësh ti. Po ku e diti se çfarë do të ndodhte të nesërme?
Unë nuk e di mbas edhe mbrasin dhe të nesërmen, edhe me këtë gjendje mirë që do boja. Se mund t'ishe... Problemi është që unë duhet... Po do lije një gjë të mirë. E di kush është Se parimi ato parat që ti do hidhje, do mbushje pafundësisht nuk do kishe ku t'i çoje pastaj. Do mbeteshin aty dhe do shfrytëzoheshin për ta rikthyer edhe një herë në një situatë parimi jo të mirë. Është shumë simpull. Unë e mbaj jetën time, edhe vetën time gjëra shumë thjeshta. Nuk dua që ti mësoj vetes saltanete, idiote, kot. Domethënë artificiale. Mbajnë ndërgjegjen e pastër. Natën, secili nga ne, edhe po ti je shtrirë me burrin me gruan, në kokën tënde je vetëm. Me ti dhe vetja. Edhe ajo vetja të flet ty çdo natë. Na çmend. Edhe mua nuk dua që të më thoj vetja ti je kokra e legenit. Ti mund ma thuash, ky mund ma thoj, se mua s'm plas fare ç'është thoni juve. Me mark ne dela ne. Po vetja s'të rën shumë. Ore, se ti the që do doje të bëje një gjë të mirë. Po. Edhe unë e vlerësoj, po e di ato shprehjen ti që kush bëri mirë e gjeti mirë. Po, përveç kësaj, që i tha i pari të dytit që e kishte takuar në rrugë dhe që i dyti po i tregonte që i treti kishte shar të parin. Edhe i pari ja kthen të dytit. Po ç'nedha si ka mundësi që më shau tha se unë nuk është se i kam bërë dhe ndonjë gjë të mirë atij tha. Kurse unë do ta kisha pyetur të dytin. Se pikërisht të zgjodhi ty. E bukur, po ta mendosh. Ta kam fjalën që Po ta mendosh ama. po ta mendosh sigurisht. Ta kam fjalën që ne librat o shpend kam përshtypjen që na kanë futur në një vibe të mirë, po nuk e di se sa kjo shoqëri ku jetojmë ne shpëtohet përmes librave ose kontributit që ne mund t'i japim. Po ti mendon se kjo prodhimi që keni ju këtu apo prodhimi që ka mund të tru podcasti nuk është produkt i librave? Patjetër që Ti është. mendon se neve të tre do ishim këtu po mos kishim librat? Po patjetër. sigurisht. Tash vlla, është shumë e thjeshtë. Unë nuk dua të ndryshoj botën vlla. Se s'mundem, jo se s'dua. Pa mora ata personalizova ata. Të bëfshin mirë. Ideja është nuk merrem fare unë me atë njeriu një idiot që nuk do të ndryshojë o vlla. Nuk i them unë do të njeriu të mos shikoti këtë format televiziv ose mos shiko këtë se është perversion. Se sido që t'ja them ai do ta shikojë o vlla. Unë merrem me ty që më thua o gash, kam nevojë për ndihmë o vlla. Kur ti pranon ndihmën, aty merrem me ty që të marr seriozisht. Pra mua kur më shkruajnë njerëzit vlla na jep 3 tituj librash, unë ja jap 3 tituj librash. Ti porosis të libra tu, ti bëj këto këtu, ti bëj aty, ja vlla, se me shpresën, nuk të them unë ti lexo. Kur ti thua çfarë sugjeron të lexoj, atëherë unë t'i jap. Më thon, e ke këtë librin falas? Kështu, ma jep të ta kthej? Jo vlla, e vetmja gjë. Mua të më thuash tani më pëlqen këmisha jote, të betohet shpendi. E heq, edhe rri me kanatjere, ta dhuroj. Se ka ndodhur. Jepi. Këmish kam veshur, po të kishe ndaj xhup, do të kisha dhënë për xhupin, po s'kemi xhup. Ama buri dheu si e fare. Jam nerd librash tash, pra jam lexues Se librash. kjo është bërë bot klikimesh. Ja, për. Shpend ngashi heq këmish. S'ka mas në i trup bukur që thua është mish jam i gjatë lali. Mish jam i gjatë që hak shumë me gjatësisë. Ku shikon barkun thua djalë Xaxame. Mirë se ta mbulon tavolinë. Okej. Kështu që. Ore, me gjëra fjalë te klikimet. Çfarë mendimi ke për kineman shqiptare? E ke ndjek ndonjë çik? Kineman shqiptare, ka kineman shqiptare? Po ka. Prodhime. Jo ajo, kjo tani po them kjo. Vitet e Nuk fundit. ket kinema kjo. Po Po përpiqen. kështu na kanë thënë o buri dheu dhe ti si na pyet. Nuk i shikoj fare. Kam parë njënin në YouTube. S'po e them. Disaster. Okej. Po ti gjykon që të gjithë janë njësoj nga Disaster. Nga jo një që ke pa. Disaster, nuk ka filozofi, nuk ka shpirt. Domethënë do të flasim për filmat. Po. Kush është nga filmat e mi të preferuar? Dinner with Andre, që njerëzit nuk e kanë idem fare se ç'është. As unë se kam ide me gjëra fjala. Dinner with Andre është një regjisor dhe një aktor e tregon veten e vet në vitet 80 në New York. Ato taksitë verdha, cab drivers, më thët tash ky që filozofon me veten. Dhe është filmi në një tavolinë siç jemi neve, marrin darkën, regjizori me aktorin dhe filozofojnë mbi qenien dhe mos qenien, trinin e shenjtë dhe jo trinin e shenjtë.
fenomenal. Është i vjetër, i viteve 80. I viteve 78. Duhet ta kontrolloj tani Viola. Dinner with Andre. Po, Dinner with Andre. Super. Vitin 1981. 81. Një film tjetër që mua më pëlqen është The House with the Clock in its Walls. Jack Black. Po, Jack Black, po. Ajo është histori, domethënë që është me magjistare me gjitha me radhë. Po çka Jo nga Fieri mes. Jo nga Libofsha. Se është bërë kështu kjo. Është kthyer në trend që ne të bëjmë ne po na. na vin gocat na vendos në i verore në gjose, juve nga Fieri kështu të lidhni. Ka një pjesë aty për pos faktit që mua më intrigon shumë ajo pjesa bota të vdekurve dhe bota e gjallëve, libri të vdekurve, libri të gjallëve. Më intrigon kjo pjesa si arkeolog në tentativë që mbeta. Në një farë momenti ishin duke i mësuar djalit magjin. Edhe ky ishte duke bë hokus pokus dokus. Pasazhi që i thot ajo zonja që ishte në film, ja rrova emrin e asaj. Është aktore shumë e njohur, franceze më duket. It is not what you say. It is how you say it. Është filozofi vëlla, me këtë mund të bëj 3 libra. Vlen vërtet. Mbi këtë mund të blej 3 libra. Nuk më pëlqen mua aksioni Arnoldi e këta tipat e Shqipërisë me barkun te goja na dele Jackie Chan, kupton? Si e Jackie Chan nuk jas prerë e gangsterit jo vëlla. Se duhet të kesh çik prerë e gangsterit, duhet të kesh figurë e keqe, duhet të kesh fytyrë e keqe vëlla. Po këto që na ndodhen. Tani Po bëj si duhet ose mos e bëj fare ç'do me bote, do me ta vdesim fare në kinematografin thua ti. Po ka më prodhime shumë të mira që nuk marrin financime, se janë të mira. Okej. Po dhe këto janë përgjithsisht janë bërë me vetë financim. O lale tani se mos më bëj të flas me emra tash që ti degenerojnë fare, a kupton? Jo, me emra jo. Me gjithë produksionet e me gjithë televizionet që nga pas e me gjithë ato gjëra që nga pas, sepse ne dim shumë mirë se çfarë filmash bastard bëhen këtu, e çfarë aktorësh mediokër janë këta, edhe kush janë aktorët e mirë të vërtet Shqipërisë, një ndërta është Gent Beko regjisor që sot e ket humbur e ken Kanada, kupton, në shaseti humbur ai. Edhe Randin që keni ju këtu që është super aktore, s'po gjen dot veten në këto produksionet e mëdha. Sepse nuk mund do të shkoj Genti, Randi e tjetri tek këta lloj lëtyrash që të kanë lidhje me filmin sa çka kali me astrofizikën. E bukur kjo. Sa çka kali me astrofizikën. Ore, e ke vënë se e kam thënë disa herë. Kur janë këto filmat, diku është kjo vendosja ajo që quhet vendosje produkt gjë. I thot një DJ Dasmash vlla Ema Andreas, hajde ti tek trajnimet e mia. Emës vlla. DJ Dasmash ai tjetri. Dasma fshatin, Libofsh, jo Dasma mdha. E ke kap me Libofsh. E ke Se vënë dashuroj Libofshën se kam kaluar shumë kohë atje në pushimin veror. E ke vënë re vendosjen e produktit në këto filma që del fabrika e sallamit aty në mes të filmit sponsoron buri dhe ose dyqani i gjizës edhe i djathtit. Sallam Tirana e marr. Po i vëlla se këto janë këllira, këto nuk janë produksiona. Nuk ka lidhje me logjike, kam parë një onin kot doli në YouTube. Ta shoh një herë më çfarë bën ky tipi. Nuk kishte lidhje skema nga skema. Kishte humbje, edhe unë që nuk jam fare vlla, nuk jam fare kritik filmi. Po ti shiko Braveheartin me William Wallace. Po patjetër, pra është kryevepër botërore. Sa herë ta shoh. Po 1 orë gjys është Bravehearti, 1 orë gjys është ky vlla. Qa humbje kohë po të mendoj. Qa humbje kohë? Shiko gladiatorin e sotëm me gladiatorin e vjetër. Të njëjtët njerëz e bën katastrofë vlla. E vërtet. Jo, kam arritur, jam dakordsuar me atë. Katastrofë. Unë kam nevojë që të marr mesazh nga filmi vlla. Unë kam nevojë që të ngelen këto shprehje, këto që ta thash, it is not what you say, it is how you say it. Po. Ç'a kupton nga filmi? Thoni mua një batutjeve që keni marrë nga filmat shqiptar që keni parë. Hiç un tall me nderën me kinematografinë komuniste. Se un a do me ta imitu tash? Ja, unë tani më kujtoj Sheshela. A do me ta imitu? Ja, more. Po Sheshela Fam është okej, ai gjyshi që i ka pas ai Sulua. Po, që i do në mustaqe do të Ishte lezetshëm sepse ai është satirë e gjallë, gjithashtu ai godet një fenomen.
Po ti ke filmi Skënderbeu vlla, unë me filmin Skënderbeu tonë unë vetëm qesh. Domethënë ai është film epik, i bishit tjetë film epik që neve të ngrihem. Na e bën Skënderbeun komunist o vlla. Po ata e bën filmin ore. Po e bën Skënderbeun komunist sigurisht e internacionale popullore socialiste. Ti kishte ai Tani çamun mos qeshësh ti për shembull? Çamun mos qeshësh ti? Kur ti ke takimin e Hamzait me Palin tek Knjaz Nikola. Edhe të nis Knjazi. E si goxan ti? Klysh bariu ti flasë shokrajlit serbes. Unë mundem dhe ta vras, për jam i mshirshëm. Direni jashtë. Sa ke praktikuar? E kam talent të gjë. Vërtet? Hidden talent po. Okej. Ajo është Donika, ajo është e bukur dhe ty të pëlqen ajo. Qa mund mos qeshesh me këtë film, o lale? Ose kur shikon Partizanët. Partizanët kanë dhirë në breg nga frika e Gjermanëve, pas kanë luftu këta me Gjermanët. Gjermania dorëzoi gjithë Europën, nuk po dorëzoga këta çapaqula tan. Doli muj Ulçinagu me i pisqoll do luftonte fashizmin. Ai e bëri aktin, ai bëri aq sa kishte mundësi. Po, e bëri aktin edhe po tallemi ne sot me ata. Ja. Nuk po tallesh ti. Po tallem po. Unë flas në majoris pluralis për veten, a kupton? Neve. Mirë, shpend, me qënë se ne po flistim për kineman edhe në kinema Cineplex ka shumë filmat mirë, ne kemi për ty një dhurat nga kinema Cineplex, bilet çift. Dhe pa datë, pra mund të shkosh kur të dëshirosh. E ka shumë bukur Egoni këtë. E merr biletën, e kemi dhurat. Ti zgjat dorën për ta marrë. Jo, prit se s'kam mbaruar akoma. Kështu që mund të nuk e duan nëse është film cheap, a? Jo, mund të shohësh çfarë të duash. Është pa datë dhe pa, pra mund të shkosh për çfarë filmi të duash ti. Po. Në një kohë të caktuar. Cineplexit. Ta gëzosh. Edhe faleminderit shumë. Ti ndihmojmë çik çunat sa. Edhe vitin tjetër sponsor, jo kodra. Faleminderit shumë që ishe në kinotek, urojmë të shkënaqur. Kaq ishte? Kaq ishte. Erdhëm drejt fundit tash. Tani filluam. E dim që jam mësuar keq në podcastin yt, po. Me avokatin. Pas 4 orësh. Kështu më thoshte. Tani dalin tema, kupton? Kështu më thoshte një shok mua që orën e 4 fillon nxehet muhabeti, thoshte. Kështu që miq. Do ma lësh mua ta them një fjalë fundit. Ta thuash patjetër. Zoti ju bekov të gjithëve. Juve këtu e të gjithë atyre që na ndjekin. Jam kënaqur shumë. Kam marrë me qefe më të madh sepse dua që të ndihmojmë njëri tjetrin. Çfarë do të thotë ndihmojmë me prezencën tonë, me kontentin tonë. Për mua është më e vlefshme që ta dish ti un kam refuzuar televizioni Prime për të shkuar dhe këtu kam marrë me gjithçka vëlla. Në fund ditës audienca atje është shumë herë më e madhe se sa me ardh këtu, po mua nuk më intereson ajo lloj audience, mua më intereson energjia. Kështu që për aq kohë sa ne kemi dalë ato kërputat antisistem që po bëjnë diçka ndryshe, tregon që jemi mirë. Shpend unë të edhe ne të falenderojmë. Ne të falenderojmë shumë, është vlerësim edhe do të shihemi besoj sërish në bashkëpunime të tjera. Mos na bëni si të përmalluar tani. Mali me mali nuk takojnë, me njeriu takojnë siç do takohemi ne me ju miq, sërish të mërkurën tjetër. Deri atëherë mos harroni na gjeni në YouTube, në Spotify, në Instagram, në gjitha rrjetet sociale kudo, siç e dini tashmë në rrugët e Tiranës, po na pat, na përshëndesni. Deri të mërkurën e ardhshme, kalofshi sa më mirë. Pafshim. Kinotekën sot, drita në çdo sken 120 minuta mendime që s'flen